Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, në një dosje të vullosur me kodin MB konfidencial 96, mungojnë 5 faqe. Këto faqe nuk janë humbur aksidentalisht. Ato janë hequr me kujdes, me një prerje të pastër, në një moment kur dikush dinte se historia po të shikonte. Në dosjen që mbeti, ka vetëm një shënim me shkrim dore, raporti i fundit i ministrit Kopliku për situatën financiare, janar 27. Çfarë shkruante në ato faqe? Pse ato u zhdukën pikërisht në ditën kur qeveria humbi kontrollin mbi vendin? Dhe më e rëndësishmja, kush i mori ato, duke ditur se ato dokumente mund të ndryshonin gjithçka që ne besojmë se dim për vitin 27. Ky dokument, ose më saktë mungesa e tij, është çelësi për të kuptuar historinë e një njeriu që zgjodhi heshtjen kur të tjerët zgjodhen fajësimin. Sonte, për herë të parë, ne do të ndjekim gjurmët e atyre faqeve të humbura dhe do të zbulojmë se çfarë fshehin ato. Bashkim Kopliku nuk ishte njeri që fliste shumë. Në një botë politike ku të gjithë donin të dëgjoheshin, ai ishte anomalia, teknokrati që lexonte raporte financiare në vend të sondazheve, njeriu që shite shifrat kur të tjerët shihnin vetëm ratingjet. Kur ai u bë zëvendës kryeministër në fillim të viteve 90, Shqipëria ishte një vend që sapo kishte hapur syt pas një gjumi 50 vjeçar. Kaosi ishte kudo. Njerëzit vinin nga fshatrat në qytete duke kërkuar një jetë më të mirë. Krimi organizuar po merrte formë. Dhe në mes të gjithë kësaj, Kopliku ishte njeriu që duhej të vendoste rregull. Por çfarë lloj rregullsi mund të vendosësh kur vetë sistemi që ti mbron po ndërtohet mbi lëvizje? Kur ai shikonte raportet e para nga kompanitë që premtonin pasuri të shpejta, ai pa diçka që të tjerët nuk e pan, matematikën e pamundur. Si mund të paguash 20% fitim në muaj kur ekonomia reale rritet vetëm 3% në vit? Kush po paguante diferencën? Dhe kur ajo diferencë do të mbaronte, çfarë do të ndodhte me njerëzit që kishin investuar gjithçka? Në vitin 26, ndërsa piramidat financiare ishin në kulmin e tyre, Kopliku ishte tashmë kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë. Ai kishte akses në shifra që shumica e shqiptarëve nuk i shihnin kurrë. Ai dinte se Vefa Holdings kishte mbledhur $100 miliona nga qytetarë të thjeshtë. Ai dinte se Gjallica po premtonte kthime që asnjë biznes ligjor nuk mund t'i garantonte. Dhe ai dinte se qeveria, në vend që të ndërhynte, po shikonte nga ana tjetër, sepse ato kompani po financonin fushatat elektorale dhe po mbajnë ekonominë artificialisht të gjallë. Por çfarë mund të bënte një njeri vetëm kundër një sistemi që kishte vendosur të besojë në një gënjeshtër kolektive? Ai shkroi raporte. Ai paralajmëroi kolegët e tij. Ai propozoi masa kontrolli. Por çdo herë që ai ngrinte shqetësimin, përgjigja ishte e njëjtë: njerëzit janë të lumtur. Ekonomia po rritet. Pse duam të shkatërrojmë suksesin? Dhe kështu, Kopliku u bë Kasandra e politikës shqiptare, profeti që askush nuk donte ta dëgjonte, sepse e vërteta e tij ishte shumë e dhimbshme për t'u pranuar. A e dini se çfarë ndodh kur një njeri i fuqishëm kupton se fuqia e tij është një iluzion? Kur ai sheh se vendimet që ai mendon se po merr, në të vërtetë po merren nga forca të tjera, më të mëdha, më kaotike? Në janar të vitit 27, kur piramidat filluan të rrëzohen si kulla letrash, Kopliku ishte në një pozicion që shumë politikan do ta kishin zili. Ai ishte brenda sistemit, por jo aq thellë sa të mos mund të dilte. Ai kishte informacion, por jo aq shumë sa të ishte fajtor. Ai kishte pushtet, por jo aq sa të mund ta shpëtonte vendin. Dhe në atë moment, ai mori vendimin më të çuditshëm të karrierës së tij. Ai u largua. Jo me buj, jo me akuza publike, jo me libra memorialesh që do të shisnin miliona kopje. Ai thjesht u tërhoq nga jeta publike dhe zgjodhi heshtjen. Por pse? Çfarë e detyroi një njeri që kishte qenë ministri i hekur, njeriu që kishte mbajtur rendin në vitet më kaotike të tranzicionit, të largohej kur vendi kishte më shumë nevojë për udhëheqje? A ishte kjo dorëheqje apo protestë? A ishte frikë apo integritet? Dhe më e rëndësishmja, çfarë sekretesh mori ai me vete në atë heshtje që zgjati 23 vjet deri në vdekjen e tij? Për herë të parë në 35 vjet, një ish këshilltar i ngushtë i kabinetit qeveritar të viteve 90 pranon të flasë para kamerave. Ky njeri, që do ta quajmë thjesht dëshmitari, ishte në dhomë kur Bashkim Kopliku paraqiti raportin e tij të fundit para kolegëve të kabinetit në fund të vitit 26. Ai erdhi me një dosje të trash, thot dëshmitari, duke shikuar duart e tij që ende dridhen lehtë kur kujton atë skenë. Dhe filloi të lexojë shifra.
Jo retorik politike, jo premtime, vetëm shifra të ftohta. Ai tha se brenda 6 muajve, sistemet do të fillonin të rrëzoheshin. Ai tha se nuk kishte mjaftueshëm para reale për të mbuluar detyrimet. Ai tha se kur njerëzit do të kërkonin paratë e tyre, do të kishte kaos. Dëshmitari ndalet, merr frymë thellë dhe vazhdon, dhe e dini çfarë ndodhi? Askush nuk tha asgjë. Heshtje absolute. Pastaj dikush ndryshoi temën dhe filloi të fliste për fushatën e ardhshme elektorale. Çfarë ndjeu Kopliku në atë moment? Si duket kur ti paraqet provën e një fatkeqësie të ardhshme dhe të gjithë në dhomë vendosin të shikojnë diku tjetër? Dëshmitari thot se pas atij takimi, Kopliku nuk foli shumë për javë të tëra. Ai shkonte në zyrë, lexonte dokumente, por kishte një distancë të re në sytë e tij, sikur tashmë po shikonte nga jashtë një treni që po shpërthente në ngadalësi. Por le të kthehemi pak prapa në kohë, në vitet kur Bashkim Kopliku nuk ishte profeti i injoruar, por ministri i hekur që të gjithë e respektonin dhe shumë e friksonin. Nga viti 22 deri në 25, ai ishte ministër i brendshëm në një periudhë kur Shqipëria po kalonte nga diktatura në demokraci dhe rrugët ishin plot me pasiguri. Krimi po shpërthente. Banda po formonin territore. Njerëzit po armatoseshin sepse nuk i besonin askujt. Dhe në mes të gjithë kësaj, Kopliku ishte njeriu që duhej të vendoste rregull pa pasur as trajnim, as burime, as kohë. Ai e bëri këtë me një metodë të thjeshtë, disiplinë absolute dhe zero tolerancë. Policia u riorganizua. Operacionet u bën më të shpejta. Dhe për një moment dukej sikur kaosi po tërhiqej. Por çmimi i kësaj stabiliteti ishte diçka që pak njerëz e diskutonin publikisht, frika. Kopliku nuk ishte njeri që negocionte me kriminalët. Ai nuk besonte në gjysmë masa. Dhe kjo e bëri atë një figurë kontradiktore, heroj për ata që donin siguri dhe tirania për ata që mendonin se metoda e tij shkelte kufi. Por ja ironia e madhe, njeriu që kishte vendosur rregull me dorë të hekurt në rrugë, nuk mund të vendoste rregull në ekonomi, sepse ekonomia nuk ishte territori i tij. Ai mund të arrestonte një hajdut, por nuk mund të arrestonte një piramidë financiare që kishte mbështetjen e heshtur të elitës politike. Kur ai u bë kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë në vitin 26, ai hyri në një botë ku armiqt nuk mbajnë armë, por mbajnë kontrata dhe premtime. Dhe këtu filloi betejë e tij e humbur. Ai lexoi bilancat e Vefa Holdings dhe pa se asetet reale nuk përputheshin me detyrimet. Ai pyeti, nga vijnë këto para që po paguen si fitim? Përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë, nga investimet e reja. Por çdo student ekonomie e di se kjo është përkufizimi klasik i një skeme Ponzi. Kur investimet e reja ndalojnë, gjithçka rrëzohet. Dhe Kopliku e dinte se ato investime do të ndalonin, sepse nuk mund të rritet përgjithmonë numri i njerëzve që hedhin para në një sistem që nuk prodhon asgjë reale. Në fund të vitit 26, Kopliku shkroi një raport konfidencial për kryeministrin. Në atë raport, ai propozoi masa emergjente, ngrirje të përkohshme të tërheqjeve nga kompanitë më të mëdha, auditim të pavarur ndërkombëtar dhe një plan komunikimi publik për të përgatitur njerëzit për të vërtetën. Por ky raport nuk u zbatua kurrë. Pse? Sepse zbatimi i tij do të thoshte pranimin publik se qeveria kishte lejuar një mashtrim masiv të ndodhte nën hundën e saj. Do të thoshte humbje të besimit. Do të thoshte fund i pushtetit. Dhe kështu, raporti u fut në një sirtar dhe Kopliku u la të shikonte se si parashikimi i tij po bëhej realitet ditë pas dite, pa pasur fuqi ta ndalonte. A mund ta imagjinoni këtë ndjenjë? Të dish se një tren po vjen me shpejtësi të plot, të dish se ka njerëz në shinat dhe të mos kesh asnjë mënyrë për t'i lëvizur ata? Kjo është çfarë jetoi Bashkim Kopliku në muajt e fundit të vitit 26. A e dini se çfarë ndodh me një njeri kur ai kupton se integriteti i tij është më i rëndësishëm se karriera e tij? Kur ai vendos se nuk do të jetë bashkëfajtor në një tragjedi që ai nuk e krijoi, por që nuk mund ta ndalonte? Në mars të vitit 27, kur Shqipëria po digjej, kur njerëzit po sulmonin depot e armëve, kur qytetet të tëra po binin në duart e bandave, kur qeveria po humbisnin kontrollin, Bashkim Kopliku mori vendimin që do ta përcaktonte trashëgimin e tij. Ai u largua. Jo me një konferencë shtypi dramatike. Jo me akuza publike. Jo me gishtin e ngritur duke treguar fajtorin. Ai thjesht u tërhoq nga skena politike dhe zgjodhi heshtjen.
Dhe kjo heshtje, paradoksalisht, foli më shumë se çdo fjalim që ai mund të kishte mbajtur. Me një javë para se kaosi të shpërthente plotësisht në mars të vitit 27, Bashkim Kopliku pati një takim që nuk u shfaq kur në asnjë protokoll zyrtar. Një vizitor i huaj, një njeri me valixhe të zeza dhe kostum të errët, zbriti në aeroportin e Rinasit në një fluturim privat që nuk kishte numër regjistrimi publik. Ai u shoqërua direkt në një vilë private në kodrat e Tiranës, ku Kopliku e priti vetëm, pa asnjë këshilltar, pa asnjë gard, pa asnjë dëshmitar. Takimi zgjati 1 orë e gjysmë. Askush nuk e di se çfarë u diskutua në atë dhomë. Por ata që e pan Koplikun duke dalë nga ajo vilë thonë se fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqere, dhe ai nuk foli me askën për orë të tëra. Kush ishte ai vizitor? Ai ishte një emisar nga një shërbim inteligjence perëndimor që po e paralajmëronte për atë që po vinte? Ai ishte një përfaqësues i fuqive rajonale që po i ofronte një rrugdalje, azil në këmbim të heshtjes? Apo ishte diçka më e errët, një mesazh se koha e tij në pushtet kishte mbaruar dhe se ai duhej të largohej para se të ishte shumë vonë? Dëshmitarët që jetonin pranë asaj vile kujtojnë se atë natë, pas takimit, Kopliku nuk u kthye në shtëpinë e tij në Tiranë. Ai shkoi direkt në Durrës, qytetin bregdetar ku ai kishte qenë kryetar bashkie vite më parë, vendi ku ai kishte filluar karrierën e tij politike. Ai kaloi natën duke ecur vetëm përgjatë Bregdetit, duke shikuar dallgët e Adriatikut që përplaseshin në shkëmbim. Një peshkatar lokal që ishte jashtë me varkën e tij atë natë, thotë se e pa Koplikun duke qëndruar në një shkëmb për orë të tëra, duke shikuar horizontin, sikur po priste diçka, ose po lamtumirte diçka. Ai dukej si një njeri që kishte marrë vendimin më të vështirë të jetës së tij, thotë peshkatari. Dhe kur e shikova nga larg, mendova, ky është një njeri që di diçka që ne nuk e dim ende. Çfarë i tha ai vizitor misterios Bashkim Koplikut në atë takim sekret? A ishte një paralajmërim se plani për të stabilizuar situatën kishte dështuar? A ishte një ofertë për t'u larguar me dinjitet para se të fillonte gjuetia e shtrigave? Apo ishte diçka më personale, një kërcënim ndaj familjes së tij nëse ai do të fliste publikisht për atë që ai dinte? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se pas asaj nate, Bashkim Kopliku nuk u shfaq më në asnjë takim qeveritar. Ai nuk dha asnjë deklaratë. Ai nuk u përpoq të shpjegojë veten. Ai thjesht u zhduk nga jeta publike, duke lënë pas një zbrazëti që askush nuk mund ta mbushte. Por le të flasim për diçka që shumë pak njerëz e dinë, Bashkim Kopliku nuk ishte vetëm një politikan racional. Ai kishte një anë që ai e mbante të fshehur nga publiku, një anë që besonte në shenja, në paralajmërime, në fatin që nuk mund të kontrollohet nga logjika. Në arkivat personale të familjes së tij u gjet një ditar i shkruar me dorë, ku ai kishte shënuar një takim që ai kishte pasur në vitin 25 me një grua të vjetër nga malet e Shkodrës, vendlindja e tij. Kjo grua, e njohur në rajon si shikuese, i kishte thënë diçka që e kishte shqetësuar thellë: ti do të shohësh fundin para se të tjerët ta shohin. Dhe kur ti do të flasësh, askush nuk do të dëgjojë. Por kur ti do të heshtësh, të gjithë do të pyesin pse. Kopliku kishte shkruar në ditar: a është kjo mallkim apo bekim? Të dish të vërtetën por të mos kesh fuqi ta ndryshosh atë? Pas asaj vizite, diçka ndryshoi në sjelljen e Koplikut. Ai filloi të mbante një distancë më të madhe nga kolegët e tij. Ai nuk shkonte më në darkë sociale. Ai nuk festonte fitoret politike me të njëjtin entuziazëm. Dhe, sipas disa burimeve të afërta, ai filloi të mbante një listë personale, jo një listë vdekjeje, por një listë e njerëzve që ai besonte se do ta trajtojnë atë kur gjërat do të binin keq. Kjo listë nuk u gjet kurrë pas vdekjes së tij, por ata që e njohën atë thonë se ai e mbante në një zarf të vulosur në sejfin e tij personal. A ishte kjo paranojë? Apo ishte thjesht realizmi i një njeriu që kishte parë se si pushteti korrupton dhe se si frika e humbjes së pushtetit e bën njerëzit të bëjnë gjëra të pabesueshme? Në janar të vitit 27, kur piramidat filluan të rrëzoheshin, Kopliku e dinte se lista e tij po bëhej realitet. Njerëz që ai kishte konsideruar aleat po largoheshin nga ai. Njerëz që ai kishte mbrojtur po fillonin të flisnin kundër tij në kulise. Dhe ai kuptoi se në politik, kur ania po fundoset, askush nuk të shpëton, të gjithë po kërkojnë një varg shpëtimi për veten e tyre. Dhe kështu, ai mori vendimin që shumë e konsiderojnë si akt frikacakërie, por që të tjerët e shohin si aktin më të guximshëm të karrierës së tij. Ai refuzoi të luajë lojën e fajësimit. Ai refuzoi të tregonte me gisht.
Ai refuzoi të shkruante librin që do t'i bënte të tjerët fajtor dhe atë hero. Ai zgjodhi heshtjen, duke ditur se kjo heshtje do ta bënte atë një enigmë, një pyetje pa përgjigje, një boshllëk në historinë zyrtare që askush nuk do të mund ta mbushte plotësisht. Por çfarë ndodhi me ato 5 faqe që mungojnë nga dosja konfidenciale? Kush i mori ato? Dhe më e rëndësishmja, çfarë shkruanin ato? A ishin ato emrat e atyre që kishin marrë rishfete nga piramidat? A ishin ato provat se qeveria kishte ditur për mashtrimin dhe kishte zgjedhur të mos vepronte? A ishin ato planet e evakuimit që tregonin se elita politike kishte përgatitur rrugdalje për veten e saj ndërsa populli po lihej të përballej me kaos? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se Bashkim Kopliku, njeriu që kishte akses në ato dokumente, nuk i përdori kur ato për të mbrojtur veten. Ai nuk i rrjedhi ato në shtyp. Ai nuk i përdori ato për të kërkuar drejtësi. Ai i mori ato sekrete me vete në varr, duke lënë pas një pyetje që do të na mundoj përgjithmonë. A ishte kjo heshtje një akt integriteti apo një akt bashkëfaqësie? A mund të jetë që Bashkim Kopliku e kuptoi diçka që ne ende po mundohemi ta kuptojmë? Që në një vend të vogël, ku të gjithë njohin të gjithë, ku familjet janë të lidhura me gjak dhe martesa, ku politika është personale dhe hakmarrja është kulturë, që në një vend të tillë, e vërteta e plot mund të jetë më shkatëruese se gënjeshtra kolektive? Që nëse ai do të kishte folur, nëse ai do të kishte treguar gjithçka që ai dinte, ai nuk do të kishte shpëtuar vendin, ai do ta kishte coptuar atë edhe më shumë. Dhe kështu, ai zgjodhi të mbajë sekretet, jo për të mbrojtur fajtorit, por për të mbrojtur atë që kishte mbetur nga vendi që ai kishte dashur dhe shërbyer gjithë jetën e tij. Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Koplikut, duart ende i dridhen pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të Ministrisë së Brendshme flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimet e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të qeverisë së viteve 90. Ky oficer, që do ta quajmë dëshmitari i dytë, ishte përgjegjës për sigurinë personale të Koplikut nga viti 24 deri në 27. Ai ishte në dhomë kur Kopliku merrte telefonata në mes të natës. Ai e shoqëronte atë në takime që nuk shfaqeshin në asnjë agjendë zyrtare. Dhe ai ishte atje në atë mëngjes të marsit të vitit 27, kur Kopliku hyri në zyrën e tij, mblodhi 3 dosje të vogla në një çantë lëkure dhe i tha: "Nga sot ti nuk më njeh më. Kjo është për sigurinë tënde, jo për timen." Dëshmitari i dytë tregon se në javët para largimit, Kopliku kishte filluar të sillej ndryshe. Ai nuk flinte, thot ai. Unë e dija sepse drita në zyrën e tij qëndronte ndezur deri në orët e para të mëngjesit. Dhe kur ai dilte, ai kishte atë shikimin, ju e dini, shikimin e një njeriu që ka parë diçka që nuk mund ta harrojë. Një natë, rreth mesit të shkurtit të vitit 27, dëshmitari i dytë ishte duke bërë roje jashtë zyrës kur dëgjoi zërin e Koplikut duke folur me dik në telefon. Ai nuk bërtiste, kujton ai. Por toni i tij ishte diçka që nuk e kisha dëgjuar kur më parë, ishte një përzierje zemërimi dhe dëshpërimi. Ai tha diçka si: "Ju e dini se çfarë do të ndodhë. Ju e dini dhe po zgjidhni të mos bëni asgjë. Kjo nuk është politik, kjo është krim." Pastaj ai hoqi telefonin dhe qëndroi në heshtje për minuta të tëra. Por kush ishte në anën tjetër të asaj linje telefonike? Dëshmitari i dytë nuk e di. Por ai thot se pas asaj nate, Kopliku filloi të mbante një ritual të çuditshëm. Çdo mëngjes, para se të shkonte në zyrë, ai ndalonte në një kishë të vogël në periferi të Tiranës. Ai nuk ishte njeri fetar, të paktën jo publikisht. Por ai shkonte atje, qëndronte vetëm për 15 minuta dhe pastaj dilte. Një ditë e pyeta sepse shkonte atje, thot dëshmitari i dytë. Ai më tha: "Sepse kur gjithçka rreth teje është gënjeshtër, ti ke nevojë për një vend ku të paktën heshtja është e vërtetë." Çfarë kërkonte Bashkim Kopliku në atë heshtje? A ishte ai duke u lutur për udhëzim? A ishte ai duke kërkuar falje për atë që nuk kishte mundur ta parandalonte? Apo ishte ai thjesht duke kërkuar një moment paqeje para se të hynte përsëri në ferin e politikës që po shpërbëhej? Në fillim të marsit të vitit 27, kur protestat filluan të shndërroheshin në dhunë, Kopliku thiri një takim urgjent me ekipin e tij më të ngushtë. Dëshmitari i dytë ishte atje. Ai na tha diçka që nuk e kisha pritur kurrë, kujton ai. Ai tha:
Unë nuk do t'ju kërkoj të qëndroni me mua. Çdo njeri këtu ka një familje. Çdo njeri këtu ka një jetë. Dhe ajo që po vjen nuk është diçka që ne mund ta ndalojmë me besnikëri. Kështu që ju jap zgjedhjen, largohuni tani ose qëndroni dhe pranoni pasojat. Dhoma mbeti në heshtje absolute. Askush nuk lëvizi. Dhe pastaj, një nga oficerët më të vjetër, një njeri që kishte shërbyer me Koplikun që nga viti 22, u ngrit dhe tha, "Zotëri, ne nuk po largohemi. Por ju duhet të na thoni, çfarë po fshini? Çfarë e bën këtë situatë kaq të pashpresë?" Kopliku e shikoi atë për një kohë të gjatë dhe pastaj tha vetëm një fjali, sepse ata që duhet të na shpëtojnë janë të njëjtit që na shkatëruan. Dhe me këtë, ai doli nga dhoma, duke lënë pas një heshtje që askush nuk e theu për orë të tëra. Por le të flasim për diçka që shumë pak njerëz e dinë, Bashkim Kopliku nuk ishte vetëm një politikan që shihte shifra. Ai ishte një njeri që kuptonte psikologjinë e pushtetit. Ai e dinte se në politik, frika është më e fuqishme se e vërteta. Dhe ai e dinte se kur një sistem fillon të rrëzohet, njerëzit nuk kërkojnë zgjidhje, ata kërkojnë fajtor. Në ditët e para të marsit, kur qytetet po binin në kaos, Kopliku mori një vendim që shumë e konsideruan si tradhti. Ai refuzoi të dërgonte forcat speciale për të shtypur protestat. Ai na tha se nëse ne do të shtypnim njerëzit me forcë, ne do të bëheshim simboli i gjithçkaje që kishte shkuar keq, thot dëshmitari i dytë. Ai tha se historia do të na kujtonte jo si ata që u përpoqën të shpëtonin rendin, por si ata që qelluan mbi popullin e tyre. Dhe kështu, ai zgjodhi të mos vepronte, duke ditur se kjo jo veprim do ta bënte atë një shënjestër për të dyja anët, për qeverinë që do ta akuzonte për dobësi dhe për popullin që do ta akuzonte për bashkëfajësi. Por ja ironia më e madhe, ndërsa Bashkim Kopliku po refuzonte të përdorte forcën, dikush tjetër po e përdorte atë. Në ato ditë kaotike, u shfaqen grupe të armatosura që askush nuk i kontrollonte zyrtarisht. Ata sulmonin depot e armëve. Ata merrnin kontrollin e rrugëve. Dhe ata vepronin me një koordinim që nuk ishte spontan. Kush i organizoi ata? Kush u dha urdhrat? Dhe më e rëndësishmja, pse Kopliku, njeriu që kishte qenë ministër i brendshëm dhe që dinte çdo sekret të aparatit të sigurisë, nuk foli kurrë publikisht për këtë? Ai ishte sepse ai dinte se nëse do të fliste, ai do të zbulonte një të vërtetë që do ta shkatëronte çdo besim të mbetur në institucionet e vendit? Që kaosi nuk ishte vetëm spontan, që ai ishte pjesërisht i orkestruar nga forca që donin të rrëzonin qeverinë dhe të merrnin pushtetin në vakuumin që do të mbetej? Dëshmitari i dytë tregon një detaj tjetër që nuk është raportuar kurrë. Në ditën para se Kopliku të largohej përfundimisht nga jeta publike, ai thirri një takim me 3 gazetarë të besuar. Ai nuk u dha atyre një intervistë. Ai nuk u dha atyre dokumente. Ai thjesht u tha, kur gjithçka të ketë mbaruar, kur historia të shkruhet, mos harroni se kishte njerëz që u përpoqën të paralajmëronin. Dhe mos harroni se ata që nuk dëgjuan nuk ishin injorues, ata ishin bashkëinteresuar. Gazetarët e pyetën se çfarë donte të thoshte me këtë. Ai u përgjigj, do ta kuptoni kur të shihni se kush do të dalë fitues nga ky kaos. Dhe kur ta shihni, pyetni veten, a ishte kjo vërtet një revolucion spontan, apo ishte një rrëzim i planifikuar? Dhe me këtë, ai u ngrit dhe u largua, duke lënë pas 3 gazetarë të hutuar që nuk e kuptuan plotësisht atë që ai po u thoshte, të paktën jo atëherë. A e shihni tani pse heshtja e Bashkim Koplikut ishte më e fuqishme se çdo fjalim që ai mund të kishte mbajtur? Sepse nëse ai do të kishte folur, ai do të kishte qenë i detyruar të zgjidhte një anë. Ai do të kishte qenë i detyruar të thoshte, faji është i tyre ose faji është i jon. Por e vërteta ishte më e ndërlikuar se kjo. E vërteta ishte se të gjithë kishin një pjesë të fajit, qeveria që kishte injoruar paralajmërimet, elita ekonomike që kishte përfituar nga mashtrimet, populli që kishte zgjedhur të besonte në premtime të pamundura, dhe forcat të jashtme që kishin shfrytëzuar kaos për qëllimet e tyre. Dhe Kopliku e dinte se nëse ai do të thoshte këtë të vërtetë të ndërlikuar, askush nuk do ta dëgjonte. Sepse në kohë krize, njerëzit nuk duan nuanca, ata duan armiq të qartë dhe heronj të thjeshtë. Dhe ai refuzoi të luante atë rol. Por çfarë ndodhi me ato 3 dosje që Kopliku mori me vete atë mëngjes të marsit? Dëshmitari i dytë thotë se ai nuk i pa kurrë me ato dosje. Por ai beson se ato përmbajnë diçka që Kopliku donte të mbante të sigurt, jo për të mbrojtur veten, por për të mbrojtur të tjerët.
Ai më tha një herë, kujton dëshmitari i dytë, se sekreti më i rëndësishëm që një njeri mund të mbajë nuk është sekreti që e bën atë të fuqishëm, është sekreti që, nëse zbulohet, do të shkatërrojë njerëz të pafajshëm. Çfarë fshenin ato dosje? A ishin ato emrat e njerëzve që kishin u përpoqen të ndalojnë katastrofën, por që kishin dështuar? A ishin ato provat se disa antar të qeverisë kishin vërtet përpjekur të veprojnë, por ishin bllokuar nga forca më të mëdha? A ishin ato dokumentet që do të tregonin se disa nga ata që u akuzuan më vonë si fajtor, në të vërtetë kishin qenë viktima të një loje më të madhe? Ne nuk e dim. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që Bashkim Kopliku donte, që ne të mos e dim. Sepse nëse ne nuk e dim, ne nuk mund të gjykojmë. Dhe nëse ne nuk mund të gjykojmë, ne jemi të detyruar të pranojmë se historia nuk është kur aq e thjeshtë sa duket. Që pas çdo krize të madhe, ka qindra vendime të vogla, qindra momente ku gjërat mund të kishin shkuar ndryshe, qindra njerëz që u përpoqen dhe dështuan. Dhe që ndonjëherë, heshtja nuk është frikacakëri, është mëshirë. Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Koplikun, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të mbani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor të vitit 26, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Kjo pyetje na çon në një nga sekretet më të errëta të asaj periudhe, ekzistenca e një grupi të brendshëm brenda qeverisë që kishte filluar të planifikonte një rrugdalje të pavarur nga linja zyrtare. Ky grup nuk ishte një komplot në kuptimin klasik. Ata nuk po planifikonin një grusht shteti. Ata thjesht po përgatiteshin për atë që ata e shihnin si të pashmangshme, shpërbërjen e sistemit. Dhe Bashkim Kopliku, sipas disa burimeve, e dinte për këtë grup, sepse ai vet ishte pjesë e tij. Dëshmitari i tretë, një ish zyrtar i lartë i Ministrisë së Financave që punonte ngushtë me Koplikun në vitin 26, tregon një histori që nuk është raportuar kurrë. Në nëntor të vitit 26, thot ai, Kopliku më thiri në një takim privat. Jo në zyrën e tij, por në një shtëpi private në periferi. Kur arrita, kishte 3 njerëz të tjerë atje, njerëz që unë i njihja, por që nuk prisja t'i shija së bashku. Një ishte një general i lartë. Një tjetër ishte një bankier. Dhe i treti ishte një avokat ndërkombëtar që kishte lidhje me institucione perëndimore. Dëshmitari i tretë thot se Kopliku filloi takimin me një pyetje të thjeshtë: nëse sistemi rrëzohet, çfarë do të ndodhë me institucionet? Kush do t'i mbajë ato në këmbë? Dhe pastaj ai paraqiti një plan, jo për të shpëtuar qeverinë, por për të shpëtuar shtetin. Plani ishte i thjeshtë në teori, por i ndërlikuar në ekzekutim. Nëse piramidat do të rrëzoheshin dhe kaosi do të shpërthente, ky grup do të vepronte si një qeveri hije, duke mbajtur shërbimet thelbësore funksionale, duke siguruar që ushtria të mos coptojë, duke negociuar me forca ndërkombëtare për të parandaluar një ndërhyrje të huaj. Kopliku e quajti atë plani i fundit, thot dëshmitari i tretë. Ai tha se ky plan nuk ishte për të shpëtuar karrierat tona, ishte për të shpëtuar vendin nga një luftë civile e plotë. Por ja problemi, ky plan kërkonte diçka që askush në atë dhomë nuk ishte i sigurt se mund ta bënte. Ai kërkonte që ata të tradhtojnë qeverinë aktuale në emër të një qeverie të ardhshme që ende nuk ekzistonte. Dëshmitari i tretë thot se takimi zgjati 4 orë. Ata diskutuan çdo skenar të mundshëm. Çfarë do të ndodhte nëse presidenti do të refuzonte të largohej? Çfarë do të ndodhte nëse ushtria do të coptohej në fraksione? Çfarë do të ndodhte nëse fqinjet do të shihnin kaos si një mundësi për të ndërhyrë? Dhe në fund, ata arritën në një përfundim të dhimbshëm, që pavarësisht se çfarë do të bënin ata, nuk kishte një rrugë të pastër përpara. Çdo zgjedhje do të kishte një kosto. Çdo veprim do të kishte pasoja të paparashikueshme. Dhe kështu, ata vendosën diçka që dukej kontradiktore. Ata do të përgatiteshin për të vepruar, por nuk do të vepronin derisa të ishte absolutisht e nevojshme. Ata do të prisnin derisa sistemi të rrëzohej vetë, dhe vetëm atëherë ata do të ndërhynin për të mbajtur atë që mbetej. Por ja pyetja që askush nuk e ka bërë kurrë publikisht, a ishte ky plan një akt patriotizmi apo një akt tradhtie? A ishin këta njerëz heronj që po përpiqeshin të shpëtonin vendin, apo ishin ata oportunistë që po përgatiteshin të merrnin pushtetin në vakuumin që do të mbetej? Dëshmitari i tretë thot se kjo pyetje e mundoi Bashkim Koplikun çdo ditë.
Ai më tha një herë, kujton ai, se dallimi midis një heroi dhe një tradhtari shpesh është vetëm çështje kohe. Nëse ti vepron shumë herët, ti je një komplotist. Nëse ti vepron shumë vonë, ti je një frikacak. Dhe nëse ti vepron në momentin e duhur, ti je një hero, por vetëm nëse ti fiton. Dhe Kopliku e dinte se ai nuk kishte asnjë garanci se do të fitonte. Kështu që ai zgjodhi të mos luajë fare. Por çfarë ndodhi me planin e fundit? A u zbatua ai ndonjëherë? Dëshmitari i tretë thotë se ai nuk e di me siguri. Por ai beson se disa elemente të atij plani u aktivizuan në mënyrë të fshehtë gjatë ditëve më kaotike të marsit të vitit 27. Kishte momente, thot ai, kur gjërat që po ndodhnin nuk kishin kuptim, derisa ti kuptoje se dikush po vepronte në sfond. Ushtria nuk u coptua plotësisht, edhe pse kishte çdo arsye për ta bërë këtë. Disa shërbime thelbësore vazhduan të funksionojnë, edhe pse qeveria kishte humbur kontrollin. Dhe disa negociata me forca ndërkombëtare ndodhen më shpejt se sa do të pritej. A ishte kjo për shkak të planit të fundit? Apo ishte thjesht fat? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se Bashkim Kopliku, njeriu që kishte qenë në qendër të atij plani, nuk mori kur kredi për asgjë që shkoi mirë. Ai thjesht u largua dhe la të tjerët të merrnin lavdin ose fajin. Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese, mundësinë që plani i fundit nuk ishte vetëm një plan mbrojtës, por edhe një plan ofensiv. Që ky grup nuk ishte vetëm duke u përgatitur për kaos, ata ishin duke e lehtësuar atë. Kjo teori, e cila qarkullon në rrafet e inteligjencës, por që nuk është provuar kurrë, sugjeron se disa antar të këtij grupi kishin lidhje me forca që donin të rrëzonin qeverinë aktuale. Që ata nuk ishin thjesht duke pritur që piramidat të rrëzoheshin, ata ishin duke siguruar që ato të rrëzoheshin në mënyrën më kaotike të mundshme, në mënyrë që vakumi i pushtetit të ishte aq i madh sa askush tjetër përveç tyre nuk do të mund ta mbushte atë. A ishte Bashkim Kopliku pjesë e kësaj dimensioni më të errët të planit? Dëshmitari i tretë thotë se ai nuk beson kështu. Kopliku ishte shumë i drejtë për atë lloj loje, thot ai. Ai donte të shpëtonte institucionet, jo të shkatëronte ato për përfitim personal. Por ai pranon se ka një mundësi që Kopliku ishte duke u përdorur nga njerëz që kishin qëllime më pak fisnike. Që ai mendonte se po punonte për të mirën e vendit, ndërsa të tjerët po e përdornin atë si mbulesë për ambicjet e tyre. Dhe që kur ai e kuptoi këtë, kur ai e pa se plani që ai kishte ndihmuar të krijonte po shndërrohej në diçka që ai nuk e kishte dashur kurrë, ai mori vendimin më të vështirë të jetës së tij. Ai u largua nga gjithçka, duke ditur se largimi i tij do të thoshte se ai nuk do të mund të ndalonte atë që po vinte, por të paktën ai nuk do të ishte bashkëfajtor në të. Dhe kështu, në mars të vitit 27, ndërsa Shqipëria po digjej, Bashkim Kopliku u zhduk. Jo në një vend të largët. Jo në një azil të huaj. Ai thjesht u tërhoq në Durrës, qytetin e tij të dashur, dhe jetoi një jetë të qetë, të thjeshtë, larg reflektorëve. Ai nuk shkroi libra. Ai nuk dha intervista. Ai nuk u përpoq të shpjegonte veten. Ai thjesht jetoi duke ditur se historia do ta gjykonte atë pa pasur të gjitha faktet. Dhe ndoshta kjo ishte çmimi që ai ishte i gatshëm të paguante, të gjykohej nga një histori e paplot, në mënyrë që e vërteta e plot të mos shkatëronte atë që kishte mbetur nga vendi që ai kishte dashur. A ishte kjo frikacakëri? Apo ishte kjo forma më e lartë e guximit, të pranosh se ka gjëra që janë më të rëndësishme se reputacioni yt, se karriera jote, se edhe jeta jote? Që ndonjëherë, heshtja nuk është dorëzim, është sakrificë? Pak njerëz e dinë që shoku suprem, ateisti i bindur në publik, dridhej para mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të Bashkim Koplikut u gjet një shënim për një vizitë sekrete te një fallxhore nga malet e Shkodrës, vetëm një vit para se gjithçka të shpërthente. Çfarë i tha ajo grua? Pse Kopliku filloi papritur të ndryshonte gardën e tij personale pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të një njeriu që besonte se fati nuk mund të kontrollohet nga logjika. Kjo histori nuk është raportuar kurrë më parë, sepse ata që e dinë atë kanë pasur frikë të flasin. Por tani, me Koplikun të vdekur dhe me kohën që ka kaluar, disa prej tyre janë gati të zbulojnë një anë të tij që publiku nuk e ka parë kurrë, anën e njeriut që besonte se ka forca përtej kontrollit njerëzor, forca që mund të shkatërrojnë edhe planin më të përsosur. Dëshmitari i katërt, një shofer personal që punoi për Koplikun nga viti 23 deri në 27, tregon se në tetor të vitit 26,
Kopliku e thiri atë në mes të natës dhe i tha të përgatiste makinën për një udhëtim të gjatë. Ai nuk më tha se ku po shkonim, kujton dëshmitari i 4. Ai thjesht më tha të nisa të drejtohemi nga veriu. Ne udhëtuam për 4 orë nëpër rrugë malore që mezi shikonin trafik. Dhe kur arritëm, ishte një fshat i vogël në kodrat e Shkodrës, aq i largët sa që as emri i tij nuk shfaqej në harta. Kopliku i tha shoferit të priste në makinë. Ai hyri në një shtëpi të vjetër guri dhe qëndroi atje për më shumë se një orë. Kur doli, fytyra e tij ishte e bardhë dhe duart i dridheshin. Dëshmitari i 4 thotë se gjatë gjithë rrugës së kthimit, Kopliku nuk foli asnjë fjalë. Ai thjesht shikonte nga dritarja, humbur në mendime. Por kur ata arritën në Tiranë, në agim, Kopliku e ndaloi makinën para një kishe dhe i tha shoferit, "Çfarë të them tani do të tingëlloj çmenduri. Por unë duhet ta them dikujt dhe ti je i vetmi që nuk do të më tradhtoj." Dhe pastaj ai tregoi se çfarë kishte ndodhur në atë shtëpi. Gruaja që ai kishte vizituar ishte e njohur në rajon si shikuese dikush që pretendonte se mund të shihte të ardhmen. Kopliku kishte shkuar atje jo nga besimi, por nga kureshtja, ose ndoshta nga dëshpërimi. Dhe ajo që ajo grua i tha e shqetësoi atë thellë. Ajo më tha, tregoi Kopliku, se unë do të shoh fundin para se të tjerët ta shohin. Që unë do të di se çfarë po vjen, por askush nuk do të më dëgjoj. Që unë do të përpiqem të paralajmëroj, por paralajmërimet e mia do të injorohen. Dhe që në fund, kur gjithçka të ketë rënë, njerëzit do të më pyesin pse unë nuk bëra më shumë, por e vërteta është se unë bëra gjithçka që mund të bëja, dhe nuk ishte mjaftueshëm. Kopliku i tha shoferit se ajo grua nuk e kishte pyetur asgjë për jetën e tij. Ajo nuk e dinte se kush ishte ai. Por ajo e përshkroi situatën e tij me një saktësi që e tronditi. Dhe pastaj ajo i tha diçka që e bëri atë të ndjente një ftohtësi në shpinë, "Ti do të kesh zgjedhjen të flasësh ose të heshtësh. Nëse ti flet, ti do të shkatërrosh shumë njerëz. Nëse ti hesht, ti do të shkatërrosh veten. Zgjidh me mençuri, sepse kjo zgjedhje do të përcjell deri në varr." Dëshmitari i 4 thotë se pas asaj nate, Kopliku ndryshoi. Ai u bë më i largët, thot ai. Ai nuk besonte më askënd plotësisht. Ai filloi të kontrollonte çdo detaj, çdo takim, çdo dokument. Dhe ai filloi të mbante një ditar personal ku ai shkruante mendimet e tij, jo për t'i publikuar, por për t'i kuptuar vetë. Ky ditar, i cili u gjet pas vdekjes së Koplikut, përmban shënime që zbulojnë një njeri që po luftonte me pyetje ekzistenciale. Në një hyrje të datuar dhjetor i vitit 26, ai shkroi, "Nëse ti di se një tren po vjen dhe ti sheh njerëz në shinat, por ti nuk ke fuqi për t'i lëvizur ata, a je ti fajtor për atë që ndodh? Apo faji është i atyre që të vendosen në atë pozicion pa të dhënë mjetet për të vepruar?" Por ja pyetja që askush nuk e ka bërë kurrë, a ishte ajo grua vërtet një shikuese, apo ishte ajo diçka tjetër? A ishte e mundur që ajo të ishte një agjente e një shërbimi inteligjencë që po e testonte Koplikun, duke parë se si ai do të reagonte ndaj një parashikimi të tillë? A ishte e mundur që vizita e Koplikut te ajo grua të ishte monitoruar, dhe që informacioni për atë që u diskutua atje të ishte përdorur më vonë kundër tij? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi me siguri. Por ajo që e dim është se pas asaj vizite, Kopliku filloi të sillej sikur ai ishte në nënvëzhgim konstant. Ai ndryshoi kodin e sigurisë së zyrës së tij. Ai filloi të përdorte telefona të ndryshëm për biseda të ndryshme. Dhe ai filloi të takohej me njerëz në vende të pazakonta, parqe, kisha, break date në vend të zyrave zyrtare. Dëshmitari i 4 tregon një incident tjetër që ndodhi në janar të vitit 27. Kopliku e thiri atë përsëri në mes të natës dhe i tha të shkonte në një adresë specifike në Tiranë. Kur ata arritën, Kopliku zbriti nga makina dhe hyri në një ndërtesë të vjetër. Ai qëndroi atje për vetëm 10 minuta dhe kur doli, ai mbante një zarf të vogël. Ai nuk më tha se çfarë kishte në atë zarf, thot dëshmitari i 4. Por ai e mbajti atë zarf me kaq kujdes sa që unë kuptova se ishte diçka shumë e rëndësishme. Më vonë, dëshmitari i 4 mësoi se ndërtesa ku Kopliku kishte shkuar ishte zyra e një avokati që specializohej në çështje ndërkombëtare. A ishte Kopliku duke përgatitur dokumente për azil? A ishte ai duke transferuar pasuri jashtë vendit? Apo ishte ai duke lënë udhëzime për familjen e tij në rast se diçka do t'i ndodhte atij? Ne nuk e dim.
por ajo që e dim është se Bashkim Kopliku, në muajt e fundit para largimit të tij, po vepronte si një njeri që po përgatitej për fund. Jo vetëm fundin e karrierës së tij, por diçka më të madhe, fundin e një epoke, fundin e një iluzion, fundin e një besimi kolektiv që kishte mbajtur vendin së bashku për vite. Dhe ai po përgatitej për këtë fund jo me frikë, por me një lloj qetësie të trishtuar, qetësia e një njeriu që e ka pranuar se ka gjëra që ai nuk mund t'i ndryshojë, dhe që e vetmja gjë që ai mund të bëjë është të sigurohet se kur gjithçka të rrëzohet, të paktën ai nuk do të jetë shkaku i dhimbjes së panevojshme. Në ditët e fundit të shkurtit të vitit 27, Kopliku thiri dëshmitarin e katërt për një udhëtim të fundit. Ata shkuan përsëri në Durrës, por këtë herë Kopliku nuk shkoi në shtëpinë e tij. Ai shkoi në varrezat e qytetit, ku prindërit e tij ishin të varrosur. Ai qëndroi atje për një orë të gjatë, duke folur me veten, ose ndoshta duke u lutur, edhe pse ai nuk ishte njeri fetar. Dhe kur ai u kthye në makinë, ai I tha shoferit diçka që dëshmitari I katërt nuk e ka harruar kurrë. Kur gjithçka të ketë mbaruar, kur historia të shkruhet, mos harro se kishte njerëz që u përpoqen. Dhe mos harro se dështimi nuk është gjithmonë për shkak të mungesës së përpjekjes, ndonjëherë është për shkak të forcave që janë më të mëdha se çdo njeri I vetëm. A ishte Bashkim Kopliku një profet I njohuar? Apo ishte ai një njeri që besonte shumë në fuqinë e tij për të parashikuar të ardhmen? A ishte vizita e tij te ajo shikuese një moment I dobësisë, apo ishte një moment I vetdijes, një moment kur ai pranoi se ka gjëra që shkencë dhe logjika nuk mund t'i shpjegojnë, dhe që ndonjëherë fati luan një rol më të madh se sa ne duam të pranojmë? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi me siguri. Por ajo që mund të themi është se Bashkim Kopliku jetoi dhe vdiq si një enigmë, një njeri që dinte më shumë se sa ai tha, që pa më shumë se sa ai zbuloi, dhe që zgjodhi heshtjen jo nga frika, por nga një lloj mençurie që shumë pak njerëz e kuptojnë, mençuria për të ditur se ndonjëherë e vërteta e plot bën më shumë dëm se sa një gënjeshtër e pjesshme, dhe se ndonjëherë akti më I madh I dashurisë për vendin tënd është të heshtësh kur çdo instinkt të thotë të flasësh. Në pallatin qeveritar të Tiranës ekzistonin tunele dhe bunkere që as arkitektët zyrtar nuk I njohin edhe sot. Kush I ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin këto tunele? Dhe pse në ditët e fundit të vitit 27, Bashkim Kopliku kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka mbajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Këto tunele nuk ishin thjesht rrugë shpëtimi, ato ishin një rrjet I tërë nëntoksor që lidhte ndërtesa qeveritare, rezidenca private dhe pika strategjike në kryeqytet. Disa prej tyre datojnë nga periudha e diktaturës, por të tjera ishin ndërtuar më vonë në vitet e para të demokracisë, kur frika nga një grush shteti ishte ende e gjallë në mendjet e atyre që mbanin pushtetin. Dëshmitari I 5, një inxhinier që punoi në mirëmbajtjen e këtyre strukturave nga viti 24 deri në 27, tregon se Kopliku kishte një interes të veçantë për këto tunele. Ai vinte personalisht të inspektonte ato, thot ai. Jo vetëm një herë, por rregullisht. Ai kontrollonte sistemet e ajrimit, daljet emergjente, gjendjen e dyrëve të blinduara. Dhe ai gjithmonë pyeste të njëjtën gjë, nëse gjithçka rrëzohet, sa kohë mund të mbahen njerëz këtu poshtë? Dëshmitari I 5 thot se në fillim ai mendonte se kjo ishte thjesht paranojë e zakonshme e një politikani të larë. Por me kalimin e kohës, ai kuptoi se Kopliku nuk po përgatitej për mbrojtjen e tij personale, ai po përgatitej për diçka shumë më të madhe. Në dhjetor të vitit 26, Kopliku urdhëroi një rinovim të fshehtë të një seksioni të caktuar të tunelit që lidhte Ministrinë e Brendshme me një ndërtesë të vjetër ushtarake në periferi të Tiranës. Ai na tha se ky tunel duhej të ishte gati për përdorim urgjent, kujton dëshmitari I 5. Ai na dha një afat kohor shumë të shkurtër, vetëm 2 javë. Dhe ai na tha se puna duhej bërë në fshehtësi absolute, pa asnjë dokument zyrtar, pa asnjë raport. Kur inxhinierët pyetën pse kjo nxitim, Kopliku u përgjigj me një fjali që I bëri të gjithë të heshtnin, sepse kur njerëzit do të fillojnë të vrasin njëri tjetrin në rrugë, ne do të kemi nevojë për një vend ku të mbajmë gjallë atë që mbetet nga shteti. Por çfarë donte të thoshte Kopliku me këtë? A ishte ai duke planifikuar të përdorte këto tunele për të evakuar dokumenta të rëndësishme? A ishte ai duke përgatitur një qendër komandimi alternative në rast se qeveria do të humbisnin kontrollin mbi kryeqytetin? Apo ishte ai duke menduar diçka edhe më të errët, një vend ku të fshite prova që nuk duhej të zbuloheshin kurrë?
Dëshmitari i 5 thot se ai nuk e di me siguri, por ai kujton një detaj që e shqetësoi. Gjatë rinovimit, Kopliku urdhëroi instalimin e një sistemi djegës në një dhomë specifike të tunelit. Kjo dhomë ishte e vogël, rreth 10 metra katror, dhe kishte një inkinerator industrial që mund të digjte letra me shpejtësi të lartë, thot ai. Kur e pyeta se pse na duhej kjo, ai më tha, sepse ka dokumente që nuk duhet të ekzistojnë kurrë, por që duhet të ekzistojnë derisa të vijë momenti i duhur për t'i zhdukur. A ishin këto dokumentat që Kopliku po përgatitej të shkatëronte të njëjtat me ato 5 faqe që mungojnë nga dosja konfidenciale e Ministrisë së Brendshme? A ishte ai duke planifikuar që, nëse gjithçka do të binte keq, ai do të zhduk çdo provë që mund të përdorej kundër njerëzve që ai donte të mbrojë? Apo ishte ai duke përgatitur një akt të fundit të dëshpëruar, djegjen e dokumentave që do të tregonin se kush vërtet kishte qenë përgjegjës për katastrofën që po vinte? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se në mars të vitit 27, kur kaosi shpërtheu, ajo dhomë u gjete zbrazët. Inkineratori kishte qenë përdorur, hiri ende mbante erë të letrës së djegur. Por çfarë u dogj atje? Dhe kush e dogji? Askush nuk e di, sepse Kopliku tashmë ishte larguar dhe ata që mund të kenë qenë atje nuk kanë folur kurrë. Por le të kthehemi te tunelet vetë. Dëshmitari i 5 tregon se këto struktura nuk ishin thjesht korridore të errëta, ato ishin të pajisura me teknologji të avancuar për kohën. Kishte sisteme komunikimi të pavarura, furnizim me energji emergjente, depozita uji dhe ushqimi që mund të mbanin disa dhjetëra njerëz për javë të tëra. Ishte sikur dikush po ndërtonte një qeveri paralele nëntoksore, thot ai. Një vend ku, nëse gjithçka lart do të shkatërrohej, një grup i vogël njerëzish mund të vazhdonte të funksiononte, të merrte vendime, të ruante një lloj vazhdimësie shtetërore. Por kush do të ishin këta njerëz? Dhe kush do të vendoste se cilët do të shpëtoheshin dhe cilët do të liheshin jashtë? Kjo na çon në një nga pyetjet më shqetësuese të gjithë kësaj historie. A kishte Bashkim Kopliku një listë të atyre që do të shpëtoheshin? Dëshmitari i 5 thot se ai pa një herë një dokument në zyrën e Koplikut, një listë me emra, rreth 20 deri në 30, me shënime pranë secilit. Unë nuk e lexova listën me kujdes, thot ai, por unë pash mjaftueshëm për të kuptuar se ato nuk ishin emrat e politikanëve më të larë. Ato ishin emrat e njerëzve që kishin aftësi teknike, inxhinier, mjek, oficer ushtarak, ekspert financiar. Ishte sikur Kopliku po zgjidhte jo ata që kishin pushtet, por ata që kishin dije për të rindërtuar diçka nga asgjëja. A ishte kjo lista një plan shpëtimi? Apo ishte diçka më e errët, një plan për të krijuar një elitë të re që do të drejtonte vendin pas shkatërimit? Dhe nëse kjo listë ekzistonte, çfarë ndodhi me të? A u shkatërua ajo në atë inkinerator nëntoksor? Apo e mori Kopliku me vete kur u largua, duke e mbajtur si një sekret të fundit që ai nuk do ta ndante kurrë me askën? Këto janë pyetje që ne nuk mund t'i përgjigjemi. Por ajo që mund të themi është se Bashkim Kopliku, në muajt e fundit para largimit të tij, po vepronte si një njeri që po përgatitej jo vetëm për një krizë, por për një rilindje, një fillim të ri që do të ndërtohej mbi rrënojat e asaj që do të shkatërrohej. Por ja ironia më e madhe, ndërsa Kopliku po përgatiste këto plane sekrete, ai po humbisnin betejën publike. Në janar të vitit 27, kur piramidat filluan të rrëzoheshin dhe protestat filluan të shpërthejnë, Kopliku u bë shënjestra e zemërimit publik. Njerëzit që kishin humbur kursimet e tyre kërkonin fajtor dhe Kopliku, si kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, ishte një shënjestër e lehtë. Por ai nuk u mbroi. Ai nuk doli në televizion për të shpjeguar se ai kishte paralajmëruar për këtë. Ai nuk publikoi raportet që ai kishte shkruar. Ai thjesht heshti, duke lënë të tjerët të flisnin për të. Pse? A ishte sepse ai e dinte se asnjë shpjegim nuk do të ishte mjaftueshëm? Që në sytë e një populli të dëshpëruar, çdo njeri që kishte qenë në pushtet ishte fajtor, pavarësisht se çfarë ai kishte bërë ose nuk kishte bërë. Dëshmitari i 5 tregon se në ditët e fundit të shkurtit, Kopliku zbriti për herë të fundit në tunele. Ai erdhi vetëm, thot ai. Pa gardh, pa këshilltar, pa askën. Ai ecte ngadalë nëpër korridore, duke prekur muret, duke shikuar çdo dhomë, sikur po lamtumirte diçka. Dhe kur ai arriti në atë dhomë me inkineratorin, ai qëndroi atje për një kohë të gjatë. Unë nuk e di se çfarë po mendonte, por kur ai doli, ai kishte lot në sy. A ishte Kopliku duke qarë për atë që ai nuk kishte mundur ta shpëtonte? A ishte ai duke qarë për sekretet që ai po linte pas?
Apo ishte ai duke qarë për një vend që ai e donte, por që nuk e kishte dëgjuar kur ai kishte përpjekur ta paralajmëronte? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se pas asaj vizite, Bashkim Kopliku nuk u kthye kur më në ato tunele. Ai u largua nga Tirana, shkoi në Durrës dhe zgjodhi një jetë larg çdo gjëje që ai kishte njohur. Dhe tunelet? Ato mbetën atje, të fshehura nën qytet, një dëshmi e heshtë e një plani që nuk u zbatua kur, ose ndoshta u zbatua, por në një mënyrë që ne nuk e kuptojmë ende plotësisht. Dhe pyetja që mbetet është kjo: nëse ato tunele mund të flasin, çfarë sekretesh do të na tregonin ato? Dhe a jemi ne gati të dëgjojmë ato sekrete, apo do të zgjidhnim, si Bashkim Kopliku, të heshtim dhe të lëm të kaluarën të mbetet e varrosur? Në sejfin personal të Bashkim Koplikut u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që do të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralet pan listën, ata kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo vetëm një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Kjo listë, e cila nuk është publikuar kur zyrtarisht, është një nga dokumentat më shqetësuese që ka dalë nga ajo periudhë. Sepse ajo tregon se në ditët e fundit para shpërthimit të kaosit, brenda vetë qeverisë kishte një luftë të fshehtë, një luftë ku besnikëria po testohej, ku frika po shndërrohej në paranojë, dhe ku çdo njeri po përgatitej për atë që ai besonte se ishte e pashmangshme, një përfundim të dhunshëm. Dëshmitari i 6, një ish oficer i lartë i Ministrisë së Brendshme që punoi ngushtë me Koplikun, tregon se ai pa këtë listë vetëm një herë, por ajo pamje e ka ndjekur atë për dekada. Ishte në fund të janarit të vitit 27, thot ai. Kopliku më thiri në zyrën e tij vonë në mbrëmje. Ai duke i lodhur, i mbytur nga pesha e diçkaje që ai nuk mund ta ndante me askën. Ai nxori një zarf nga sirtari i tij dhe më tha: "Unë dua që ti ta shohësh këtë. Jo sepse unë dua mendimin tënd, por sepse unë dua që dikush tjetër të di se kjo ekziston, në rast se diçka më ndodh mua." Brenda zarfit ishte një fletë e palosur dhe në të ishin shkruar emra që dëshmitari i 6 i njihte mirë, sepse ata ishin njerëz me të cilët ai kishte punuar, njerëz që ai kishte konsideruar kolegë, madje edhe miq. Por çfarë ishte kjo listë? Dëshmitari i 6 thot se pranë çdo emri kishte një shënim të shkurtër, jo një akuzë specifike, por një vlerësim të rrezikut. Disa kishin shënimin i pasigurt, thot ai. Të tjerë kishin i komprometuar. Dhe disa, më të frikshmet, kishin thjesht një shenjë pyetjeje. Kur dëshmitari i 6 e pyeti Koplikun se çfarë do të thoshte kjo listë, Kopliku u përgjigj me një zë të lodhur: "Kjo është lista e atyre që unë nuk mund t'u besoj më." Dhe problemi është se disa prej tyre janë në pozicione ku ata mund të bëjnë shumë dëm nëse ata vendosin të veprojnë kundër interesave të vendit, ose kundër meje. Dëshmitari i 6 e pyeti: "Çfarë do të bësh me këtë listë?" Kopliku e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj tha: "Asgjë. Sepse nëse unë vepro bazuar në dyshime, unë bëhem ai që unë po përpiqem të parandaloj. Por nëse unë nuk vepro dhe ata veprojnë, atëherë gjithçka që ne kemi ndërtuar do të rrëzohet." Kjo ishte dilema e Bashkim Koplikut në ditët e fundit: si të veprosh kur çdo veprim mund të jetë gabim dhe çdo jo veprim mund të jetë katastrofik. Ai e dinte se disa nga njerëzit në atë listë po planifikonin diçka. Ai kishte dëgjuar biseda të fshehta. Ai kishte parë takime që nuk shfaqeshin në asnjë agjendë. Ai kishte ndjerë ndryshimin në atmosferë, mënyrën se si njerëzit po fillonin të largoheshin nga ai, mënyrën se si bisedat po ndaleshin kur ai hynte në një dhomë. Por çfarë mund të bënte ai? Nëse ai do t'i akuzonte ata publikisht, ai do të shkaktonte një krizë brenda qeverisë në një moment kur qeveria tashmë po humbisnin besimin e popullit. Nëse ai do t'i largonte ata nga pozicionet e tyre, ai do të dukej si një diktator paranojak që po eliminonte kundërshtarët. Dhe nëse ai nuk bënte asgjë, ai do të linte veten të pambrojtur ndaj atyre që mund të donin ta shkatërronin atë. Dëshmitari i 6 thot se ai I tha Koplikut se ai duhej të vepronte, se ai nuk mund të lejonte që njerëz të dyshim të qëndronin në pozicione kyçe. Por Kopliku e refuzoi. Ai më tha diçka që unë nuk e kuptova plotësisht atëherë, por që tani e kuptoj, thot dëshmitari i 6. Ai tha: "Nëse unë filloj të vepro bazuar në frikë, unë bëhem pjesë e problemit, jo pjesë e zgjidhjes. Dhe nëse unë bëhem pjesë e problemit, atëherë nuk kam më shpresë për këtë vend." Ishte kjo naivitet?
Apo ishte kjo një formë e lartë e integritetit, refuzimi për të luajtur lojën e paranojës dhe eliminimit, edhe kur çdo instinkt po i thoshte se ai ishte në rrezik? Por ja e vërteta e hidhur, Bashkim Kopliku kishte të drejtë të kishte frikë. Sepse brenda atij grupi të njerëzve që ai kishte në listën e tij, kishte vërtet ata që po planifikonin diçka. Jo domosdoshmërisht një komplot kundër tij personalisht, por një plan për të mbijetuar atë që po vinte, një plan që nuk përfshinte besnikëri ndaj atyre që aktualisht mbanin pushtetin, por vetëm besnikëri ndaj mbijetesës së tyre personale. Dhe kur piramidat rrëzoheshin dhe kaosi shpërtheu, këta njerëz vepruan pikërisht siç Kopliku kishte frikë. Ata u larguan nga ai, ata mohuan çdo lidhje me vendimet që kishin marrë së bashku, dhe ata filluan të ndërtonin narrativa të reja ku ata ishin viktima ose heronj, dhe Kopliku ishte fajtor ose i paaftë. Dëshmitari i 6 tregon se në ditët e para të marsit, kur qytetet po binin në kaos, ai e pa Koplikun për herë të fundit në zyrën e tij. Ai po mblidhte dokumente, thot ai. Jo shumë, vetëm disa dosje specifike. Dhe ai po i vendoste ato në një çantë të vogël lëkure. Unë e pyeta se çfarë po bënte, dhe ai më tha, unë po siguroj që disa gjëra të mos bien në duart e gabuara. Unë e pyeta se cilat gjëra, dhe ai thjesht trundi kokën. Pastaj ai më dha atë listën me emrat, dhe më tha, djege këtë. Mos e mbaj, mos e kopjo, mos ja trego askujt. Thjesht djege. Dhe unë e dogja. Por para se ta dogja, unë e lexova përsëri dhe unë kuptova se ajo listë nuk ishte një listë ekzekutimi, ishte një listë mbrojtjeje. Ajo ishte lista e njerëzve që Kopliku po përpiqej të mbrojë nga akuzat që do të vinin, duke mos i përfshirë ata në dokumentat që ai po mblidhte. A ishte kjo e vërtetë? Apo ishte kjo thjesht një interpretim i dëshmitarit të 6, një mënyrë për të justifikuar veprimet e një njeriu që ai kishte respektuar? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se Bashkim Kopliku, në ditët e fundit para largimit të tij, po bënte zgjedhje që nuk kishin kuptim për ata që ishin rreth tij. Ai po mblidhte disa dokumente dhe po linte të tjerë. Ai po mbrojte disa njerëz dhe po linte të tjerë të pambrojtur. Ai po vepronte sipas një logjike që vetëm ai e kuptonte, një logjikë që ndoshta do të na duhet dekada për ta kuptuar plotësisht, nëse ndonjëherë e kuptojmë. Por le të flasim për momentin kur tradhtia u bë e pashmangshme. Dëshmitari i 6 thot se në një nga ditët e fundit të shkurtit, Kopliku mori një telefonat që e ndryshoi gjithçka. Ai ishte në zyrën e tij dhe unë isha jashtë, thot ai. Unë dëgjova zërin e tij të ngrihej, jo duke bërtitur, por me një ton që unë nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë. Ishte një përzierje zemërimi, zhgënjimi dhe diçka që tingëllonte si dorëzim. Ai tha diçka si, pra kjo është zgjedhja juaj. Ju po zgjidhni të më sakrifikoni për të shpëtuar veten. Unë e kuptoj. Por mos prisni që unë të jem i heshtur për gjithmonë. Kur Kopliku doli nga zyra, fytyra e tij ishte e bardhë dhe ai i tha dëshmitarit të 6, është mbaruar. Ata kanë vendosur. Tani është vetëm çështje kohe. Kush ishin ata? Çfarë kishin vendosur? Dëshmitari i 6 thot se Kopliku nuk ja shpjegoi kurrë plotësisht. Por ai beson se ajo telefonat ishte nga dikush shumë i lartë në qeveri, ndoshta vetë kryeministri, ndoshta dikush edhe më i lartë, që po i thoshte Koplikut se ai do të bëhej kurban. Që kur gjithçka do të binte keq, ai do të ishte një nga ata që do të akuzoheshin, që do të fajsoheshin, që do të sakrifikoheshin për të mbrojtur të tjerët. Dhe Kopliku, duke dëgjuar këtë, kuptoi se ai kishte vetëm dy zgjedhje, të luftonte kundër kësaj dhe të zbulonte gjithçka që ai dinte, duke shkatëruar jo vetëm ata që po e tradhtojnë atë, por edhe shumë të tjerë që nuk meritojnë të shkatërohen, ose të pranonte fatin e tij, të largohej në heshtje dhe të linte historinë të gjykonte pa të gjitha faktet. Dhe ai zgjodhi të dytën. Jo sepse ai ishte frikatësar. Jo sepse ai nuk kishte prova. Por sepse ai kuptoi se në atë moment, e vërteta e plot do të ishte më shkatëruese se gënjeshtra e pjesshme. Që nëse ai do të fliste, ai nuk do të shpëtonte vendin, ai do ta coptonte atë edhe më shumë. Dhe kështu, ai mori ato dokumente që ai kishte zgjedhur të mbajë, ai u largua nga Tirana, dhe ai zgjodhi një jetë heshtjeje që zgjati 23 vjet deri në vdekjen e tij. Dhe pyetja që mbetet është kjo, a ishte kjo zgjedhje një akt frikacakërie apo një akt guximi? A ishte kjo dorëzim apo sakrificë? Dhe a do ta bënim ne të njëjtën zgjedhje nëse do të ishim në vendin e tij, duke ditur se çdo fjalë që ne do të thoshim mund të shkatëronte jetën e njerëzve që ne duam,
Dhe se heshtja jonë do të na bënte një enigmë që historia nuk do ta kuptonte kurrë plotësisht. Securitatea e Koplikut ruante dosje speciale me kodin MB konfidencial, dosje aq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këto dosje gjendej informacioni për shëndetin e vërtet të leadershipit, për planet e evakuimit në rast revolucioni dhe për diçka shumë më shokuese, marrëdhëniet reale midis elitës politike dhe kompanive piramidale. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën kur kaosi shpërtheu? Kjo pyetje na çon në një nga misteret më të mëdha të asaj periudhe. Çfarë përmbajnë ato dokumente që u zhdukën dhe kush kishte interes që ato të mos ekzistonin më? Sepse nëse ato dokumente do të ishin zbuluar, ato nuk do të tregonin vetëm se kush dinte çfarë dhe kur, ato do të tregonin se kush përfitoi, kush mbrojti dhe kush lejoi që një mashtrim masiv të vazhdonte derisa ishte shumë vonë për t'u ndalur. Dëshmitari i 7, një ish arkivist i Ministrisë së Brendshme që kishte akses në këto dosje konfidenciale, tregon se ai pa disa prej këtyre dokumentave para se ato të zhdukeshin. Ato nuk ishin thjesht raporte rutinë, thot ai. Ato ishin analiza të detajuara të flukseve financiare, të lidhjeve midis politikanëve dhe kompanive, të takimeve që nuk shfaqeshin në asnjë protokoll zyrtar. Dhe më shqetësuesi ishte një seksion i veçantë që listonte pagesat, para të transferuara nga kompanitë piramidale në llogari që ishin të lidhura me figura politike. Dëshmitari i 7 thot se kur ai e pa këtë informacion, ai kuptoi pse ato dosje ishin të klasifikuara me nivelin më të lartë të sekretit. Sepse nëse ato do të ishin bërë publike, ato nuk do të rrëzonin vetëm një qeveri, ato do të rrëzonin besimin në të gjithë sistemin politik. Por kush kishte akses në këto dosje? Dëshmitari i 7 thot se vetëm një numër shumë i kufizuar njerëzish mund t'i shihnin ato: kryeministri, ministri i brendshëm, shefi i shërbimit të inteligjencës dhe disa këshilltar të zgjedhur me kujdes. Bashkim Kopliku, si ish ministër i brendshëm dhe si kryetar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, kishte akses të plotë. Ai ishte një nga pak njerëzit që mund të hynte në dhomën e arkivave në çdo kohë, thot dëshmitari i 7. Dhe ai e bënte këtë rregullisht. Ai vinte, lexonte për orë të tëra, merrte shënime dhe pastaj largohej pa folur me askën. Por çfarë po kërkonte Kopliku në ato dosje? A ishte ai duke mbledhur prova për të mbrojtur veten? A ishte ai duke identifikuar ata që ishin më të komprometuar? Apo ishte ai duke përpjekur të kuptonte se sa thellë shkonte korrupsioni dhe nëse kishte ndonjë mënyrë për ta ndalur atë pa shkatëruar gjithçka? Dëshmitari i 7 tregon se në janar të vitit 27, Kopliku erdhi në arkiva për herë të fundit. Ai erdhi vonë në mbrëmje, kur shumica e stafit kishte shkuar në shtëpi, thot ai. Ai kërkoi të shihte dosjet më të ndjeshme, ato që përmbajnë informacion për lidhjet financiare. Ai qëndroi atje për më shumë se 3 orë. Dhe kur ai doli, ai mbante një çantë të vogël. Unë nuk e pyeta se çfarë kishte në atë çantë, por unë e dija se ai kishte marrë diçka me vete. A ishin ato kopje të dokumentave? A ishin ato originalet? Apo ishin ato vetëm shënime që Kopliku kishte bërë? Dëshmitari i 7 nuk e di. Por ai thot se pas asaj nate, kur ai kontrolloi dosjet, ai vuri re se disa faqe mungonin. Jo shumë, ndoshta 5 ose 6 faqe në total, thot ai. Por ato ishin faqet më kritike, ato që përmbajnë emrat dhe shumat e parave. A ishte Bashkim Kopliku duke vjedhur dokumente nga arkivat e shtetit? Apo ishte ai duke i mbrojtur ato nga ata që do të donin t'i shkatëronin? Dëshmitari i 7 beson të dytën. Kopliku nuk ishte njeri që do të vepronte për përfitim personal, thot ai. Nëse ai mori ato dokumente, ishte sepse ai besonte se ato do të ishin në rrezik nëse do të mbeteshin atje. Dhe ai kishte të drejtë. Sepse vetëm disa javë më vonë, kur kaosi shpërtheu, dikush hyri në arkiva dhe dogji shumicën e dosjeve konfidenciale. Kush e bëri këtë? Dëshmitari i 7 thot se ai nuk e pa kur personin, por ai dëgjoi zëra të njerëzve që po lëviznin me nxitim, zëra të letrës që po digjej, zëra të dikujt që po urdhëronte. Gjithçka që ka të bëjë me kompanitë duhet të zhduket. Asgjë nuk duhet të mbetet. Kur dëshmitari i 7 shkoi të kontrollonte dëmin të nesërmen, ai gjeti se shumica e dosjeve me kodin MB konfidencial ishin zhdukur. Disa ishin djegur plotësisht. Të tjera ishin marrë. Dhe ato që mbetën ishin kryesisht dokumente rutinë që nuk përmbajnë asgjë komprometuese. Ishte sikur dikush kishte pasur një listë të saktë të asaj që duhej të zhdukej, thot ai.
Ata nuk humbën kohë me dokumente të parëndësishme. Ata shkuan direkt te ato që përmbajnë prova. Dhe pyetja që mbetet është kjo: kush kishte atë listë? Kush dinte saktësisht se cilat dokumente ishin më të rrezikshme? Dhe ai ishte Bashkim Kopliku, duke marrë ato faqe disa javë më parë, duke përpjekur të shpëtonte atë që ai mund të shpëtonte para se të ishte shumë vonë. Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese: mundësinë që ato dokumente që u shkatëruan nuk ishin vetëm prova e korrupsionit, por edhe prova e diçkaje më të errët, prova se disa figura të larta politike kishin ditur për kollapsin e ardhshëm të piramidave dhe kishin përfituar nga ai njohuri. Që ata kishin tërhequr paratë e tyre para se sistemi të rrëzohej. Që ata kishin transferuar pasuri jashtë vendit. Që ata kishin përgatitur rrugdalje për veten e tyre ndërsa populli po lihej të përballej me katastrofën. Nëse kjo është e vërtetë dhe ne nuk kemi prova definitive, por kemi dëshmi të tërthorta, atëherë shkatërimi i atyre dosjeve nuk ishte thjesht një akt për të fshehur korrupsion të zakonshëm. Ishte një akt për të fshehur një tradhti të plot, tradhtinë e një elite që sakrifikoi popullin e saj për të mbrojtur pasurinë dhe pushtetin e saj. Dëshmitari i 7 thot se ai ka jetuar me këtë sekret për më shumë se 3 dekada dhe ai ka vendosur të flasë tani sepse ai beson se e vërteta, edhe e vonuar, është më e mirë se heshtja e përjetshme. Unë nuk e di se çfarë kishte në ato faqe që Kopliku mori, thot ai. Por unë e di se ai nuk i përdori kur ato për të mbrojtur veten. Ai nuk i rrjedhi ato në shtyp. Ai nuk i përdori ato për të kërkuar drejtësi. Dhe kjo më bën të mendoj se ato faqe përmbajnë diçka që ai besonte se ishte më e rëndësishme se karriera e tij, se reputacioni i tij, madje edhe se e vërteta. Ndoshta ato përmbajnë emrat e njerëzve që u përpoqën të bëjnë të drejtën por që dështuan. Ndoshta ato përmbajnë prova se disa nga ata që u akuzuan më vonë ishin në fakt viktima të një loje më të madhe. Apo ndoshta ato përmbajnë diçka që, nëse do të zbulohej, do të shkatëronte çdo shpresë për pajtim kombëtar. Ne nuk e dim. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që Bashkim Kopliku donte, që ne të mos e dim. Sepse nëse ne nuk e dim, ne nuk mund të gjykojmë. Dhe nëse ne nuk mund të gjykojmë, ne jemi të detyruar të pranojmë se historia është më e ndërlikuar se sa ne duam të besojmë. Që pas çdo krize të madhe, ka vendime që merren në errësirë, ka dokumente që zhduken, ka sekrete që mbeten të varrosura. Dhe që ndonjëherë, ata që mbajnë ato sekrete nuk janë kriminal, ata janë njerëz që kanë zgjedhur të mbajnë një barë të rënd në mënyrë që të tjerët të mos duhet ta mbajnë atë. Që ndonjëherë, heshtja nuk është fajësi, është mëshirë. Dhe që ndonjëherë, akti më i madh i dashurisë për vendin tënd është të heshtësh kur çdo instinkt të thotë të flasësh, sepse ti e di se e vërteta e plot do të bëjë më shumë dëm se sa një gënjeshtër e pjesshme. Bashkim Kopliku jetoi dhe vdiq me këtë barë. Ai mori ato sekrete me vete në varr. Dhe ne mbetemi me pyetje që ndoshta nuk do të kenë kurrë përgjigje. Por ndoshta kjo është mësimi më i madh i historisë së tij, që jo çdo hero duket si hero, që jo çdo heshtje është frikacakëri dhe që ndonjëherë njeriu më i guximshëm në dhomë është ai që zgjedh të mos flasë, duke ditur se kjo zgjedhje do ta bëjë atë një enigmë që historia nuk do ta kuptojë kurrë plotësisht. Por ai e bën këtë zgjedhje gjithsesi, sepse ai e di se ka gjëra që janë më të rëndësishme se të kuptuarit, ka gjëra që janë më të rëndësishme edhe se e vërteta vetë. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Bashkim Koplikut pranon të flasë para kamerave. Çfarë na thot ai për javët e fundit të qeverisë do të përmbys gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Koplikut dhe këshilltarëve të tij, te planet e dëshpëruara të largimit, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Dëshmitari i 8, një oficer i gardës që qëndroi pranë Koplikut deri në ditët e fundit, tregon se në mars të vitit 27, kur rrugët e Tiranës po mbusheshin me protestues të zemëruar dhe kur qeveria po humbisnin kontrollin, Kopliku thiri një takim të fundit me njerëzit më të besuar. Ishim vetëm 5 veta në atë dhomë, kujton ai. Dhe ai na tha diçka që asnjëri prej nesh nuk e kishte pritur. Ai tha, unë nuk do t'ju kërkoj të qëndroni me mua në atë që po vjen. Çdo njeri këtu ka një familje që duhet të mbrojë. Dhe ajo që po ndodh tani nuk është diçka që ne mund ta ndalojmë me besnikëri apo me guxim. Kjo është një forcë që ka ndërtuar veten për vite dhe tani ajo po shpërthen. Gjithçka që ne mund të bëjmë është të sigurohemi që kur pluhuri të ulet, të ketë ende diçka për t'u rindërtuar.
Dëshmitari i 8 thot se në atë moment, ai kuptoi se Kopliku nuk po fliste për mbrojtjen e qeverisë aktuale, ai po fliste për mbrojtjen e diçkaje më të madhe, më të thellë. Ai po fliste për mbrojtjen e idesë se Shqipëria mund të ishte një vend ku ligji funksionon, ku institucionet mbijetojnë përtej politikanëve individual, ku e ardhmja nuk përcaktohet nga kaosi i së shkuarës. Ai na tha se ai kishte marrë vendimin të largohej, vazhdon dëshmitari i 8. Jo sepse ai ishte frikacak, por sepse ai besonte se largimi i tij do të hiqte një shënjestër nga shpina e atyre që do të mbeteshin. Ai tha, nëse unë qëndroj, unë bëhem simboli i gjithçkaje që shkoi keq. Dhe nëse unë bëhem ai simbol, atëherë çdo gjë që ne përpjekemi të shpëtojmë do të lidhet me mua dhe do të rrëzohet bashkë me mua. Por nëse unë largohem, nëse unë hesh, atëherë ndoshta ka një shans që e vërteta të dalë ngadalë, pa shkatëruar gjithçka në rrugën e saj. Por çfarë e vërtetë po përpiqej të mbrojë Bashkim Kopliku? Dëshmitari i 8 thot se në ato ditë të fundit, Kopliku i tregoi atij diçka që ai nuk ja kishte treguar askujt tjetër. Ai më tha se brenda qeverisë kishte pasur 2 fraksione, shpjegon ai. Njëri fraksion besonte se piramidat mund të kontrollohen, se ato mund të përdoreshin për të financuar rindërtimin e vendit, se rreziku ishte i menaxhueshëm. Fraksioni tjetër, ku Kopliku ishte pjesë, besonte se piramidat ishin një bombë me kohë matës, dhe se sa më gjatë të lejoheshin të vazhdonin, aq më e madhe do të ishte shpërthimi. Por fraksioni i parë fitoi, sepse ata kishin mbështetjen e atyre që përfitonin nga sistemi. Dhe kur gjithçka u rrëzua, ata që kishin paralajmëruar u bën po aq fajtor sa ata që kishin lejuar që të ndodhte, sepse publiku nuk bën dallim midis atyre që ishin brenda sistemit dhe përpiqeshin ta ndryshonin atë, dhe atyre që ishin brenda sistemit dhe e shfrytëzonin atë. Kjo është tragjedia e Bashkim Koplikut, se ai ishte një njeri që u përpoq të bëjë të drejtën brenda një sistemi që ishte i prishur, dhe kur sistemi u rrëzua, ai u gjykua jo për atë që ai bëri, por për atë që ai nuk mundi të parandalonte. Dëshmitari i 8 tregon se në një nga bisedat e tyre të fundit, Kopliku i tha, historia do të më gjykojë si një dështim. Dhe ndoshta kjo është e drejtë. Por unë shpresoj se një ditë, dikush do të pyes, çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte pasur fuqinë për të vepruar sipas asaj që ai dinte? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ata që dëgjonin paralajmërimet do të kishin vepruar në vend që të shpresojnë se problemi do të zgjidhet vetë? Dhe çfarë do të kishte ndodhur nëse populli do të kishte qenë gati të dëgjonte të vërtetën e vështirë në vend të premtimeve të lehta? Por ja pyetja që askush nuk e ka bërë kurrë me zë të lartë, a kishte Bashkim Kopliku një plan alternativ që ai nuk e zbatoi kurrë? Dëshmitari i 8 thot se po, kishte. Në shkurt të vitit 27, Kopliku më tregoi se ai kishte përgatitur një dosje të plotë, një dosje që përmbante të gjitha paralajmërimet që ai kishte dhënë, të gjitha raportet që ai kishte shkruar, të gjitha provat se ai kishte përpjekur të ndalonte atë që po vinte, thot ai. Ai tha se nëse gjërat do të binin keq, dhe ai e dinte se do të binin keq, ai do të kishte 2 zgjedhje, të publikonte atë dosje dhe të tregonte se kush ishte fajtor, ose ta mbante atë dosje të fshehtë dhe të lejonte historinë të shkruhej pa të gjitha faktet. Ai zgjodhi të dytën. Dhe kur e pyeta pse, ai më tha, sepse nëse unë publiko atë dosje, unë nuk do të shpëtoj vendin, unë do ta coptoj atë. Do të ketë gjueti shtrigash. Do të ketë hakmarrje. Do të ketë një cikël dhune që do të zgjas për dekada. Dhe në fund, askush nuk do të fitoj përveç atyre që duan të shohin Shqipërinë të dështoj. Kjo ishte zgjedhja e fundit e Bashkim Koplikut, zgjedhja midis drejtësisë dhe paqes, midis të vërtetës dhe stabilitetit, midis të qenit hero dhe të qenit enigmë. Dhe ai zgjodhi enigmën duke ditur se kjo zgjedhje do ta bënte atë një figurë kontradiktore në histori, dikush që disa do ta shihnin si frikacak që iku kur vendi kishte nevojë për të, dhe të tjerë do ta shihnin si një njeri që sakrifikoi reputacionin e tij për të mbrojtur vendin nga një tragjedi edhe më e madhe. Dëshmitari i 8 thot se kur Kopliku u largua nga Tirana për herë të fundit, ai nuk mori shumë gjëra me vete. Ai mori vetëm një çantë të vogël me disa rroba, disa fotografi familjare dhe atë dosje, thot ai. Dhe kur e pyeta se çfarë do të bënte me atë dosje, ai tha, do ta mbaj deri në ditën kur unë vdes. Dhe pastaj, nëse dikush e gjen atë, ata do të vendosin se çfarë të bëjnë me të. Por unë nuk do ta publikoj kurrë gjatë jetës sime, sepse unë nuk dua që emri im të jetë shkaku i një lufte të re. A u gjet kjo dosje pas vdekjes së Koplikut? Dëshmitari i 8 thot se ai nuk e di. Familja e Koplikut nuk ka folur kurrë publikisht për këtë.
Dhe nëse dosja ekziston ende, ajo është e fshehur diku ku vetëm ata që Kopliku i besonte e din. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që ai donte, që e vërteta të ekzistojë, por të mos jetë e aksesueshme, derisa të vijë një kohë kur ajo mund të zbulohet pa shkaktuar dëm. Derisa të vijë një kohë kur ne mund të shikojmë të kaluarën jo me zemërim, por me mençuri. Derisa të vijë një kohë kur ne mund të pranojmë se historia nuk është kurrë aq e thjeshtë sa duket, dhe se ata që ne i gjykojmë si dështime mund të kenë qenë në fakt heronj të heshtur që sakrifikuan gjithçka për të mbrojtur diçka që ne nuk e vlerësojmë mjaftueshëm derisa ta humbasim. Dëshmitari i 8 mbyll dëshminë e tij me një kujtim të fundit. Dita e fundit që e pash Bashkim Koplikun ishte në fillim të marsit të vitit 27, thot ai. Ai po niste makinën e tij drejt Durrësit. Unë e pyeta nëse ai do të kthehej ndonjëherë. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje të trishtuar, dhe tha, kthimi nuk është gjithmonë fizik. Ndonjëherë ti kthehem duke lejuar që ajo që ti le pas të rritet pa peshën e pranisë sate. Unë nuk e kuptova atëherë se çfarë donte të thoshte. Por tani, pas 35 vjetësh, unë e kuptoj. Ai po thoshte se ndonjëherë akti më i madh i dashurisë është të largohesh, të heshtësh dhe të lejosh që të tjerët të ndërtojnë një të ardhme pa barën e së kaluarës sate. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i madh që Bashkim Kopliku na la, se jo çdo hero ka nevojë për një statuj, se jo çdo e vërtet ka nevojë të thuhet, dhe se ndonjëherë heshtja është forma më e lartë e guximit. A ishte Bashkim Kopliku një hero apo një dështim? A ishte ai një profet i injoruar apo një bashkëfajtor i heshtur? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet për veten e tij, bazuar në atë që ne vlerësojmë më shumë, drejtësinë apo paqen, të vërtetën apo stabilitetin, të qenit të drejtë apo të qenit i mençur. Por ajo që nuk mund të mohojmë është se Bashkim Kopliku jetoi dhe vdiq sipas një kodi që shumë pak njerëz kanë guximin për ta ndjekur, kodi që thotë se ka gjëra që janë më të rëndësishme se karriera jote, se reputacioni yt, madje edhe se e vërteta jote. Dhe se ndonjëherë akti më i madh i patriotizmit nuk është të flasësh, por të heshtësh, duke ditur se kjo heshtje do të bëjë një enigmë që historia nuk do ta kuptojë kurrë plotësisht, por që vendi yt mund të ketë nevojë për të në mënyrë që të mbjetojë. Imagjinoni se jeni një nga ata 12 njerëz që dinin gjithçka për Koplikun, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të mbani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor të vitit 26, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Por ja e vërteta që askush nuk e ka thënë kurrë me zë të lartë, tradhtia ndaj Bashkim Koplikut nuk erdhi nga armiqtë e tij, ajo erdhi nga ata që ai kishte mbrojtur më shumë. Ajo erdhi nga njerëzit që ai kishte promovuar, që ai kishte besuar, që ai kishte mbajtur në pozicione kyçe edhe kur të tjerët po i kërkonin atij t'i largonte ata. Dhe kjo tradhti nuk ishte e motivuar nga urrejtja, ajo ishte e motivuar nga frika, nga ambicia dhe nga një llogaritje të ftohtë se në një botë që po rrëzohej, mbijetesa personale ishte më e rëndësishme se besnikëria. Dëshmitari i 9, një ish zëvendësministër që punoi ngushtë me Koplikun nga viti 24 deri në 27, tregon se ai ishte pjesë e një grupi të vogël që u takua në fshehtësi në janar të vitit 27 për të diskutuar se çfarë do të bënin kur sistemi do të rrëzohej. Ne të gjithë e dinim se Kopliku kishte të drejtë për piramidat, thot ai. Ne të gjithë e dinim se shpërthimi po vinte. Por ne gjithashtu e dinim se kur ai do të vinte, publiku nuk do të bënte dallim midis atyre që paralajmëruan dhe atyre që lejuan. Ne të gjithë do të ishim fajtor në sytë e tyre. Dhe kështu, ne diskutuam se si të mbjetonim atë që po vinte. Dëshmitari i 9 thot se në atë takim dikush propozoi një plan që e shqetësoi thellë, që ata të largoheshin publikisht nga Kopliku, të krijonin distancë midis tyre dhe tij, në mënyrë që kur furtuna do të godiste, ata të mos do të përfshiheshin në të. Unë kundërshtova atë plan, thot dëshmitari i 9. Unë thash se kjo do të ishte tradhti. Por më u tha se kjo nuk ishte tradhti, ishte mbijetesë. Më u tha se Kopliku vetë do të kuptonte se ai ishte mjaftueshëm i zgjuar për të parë se çfarë po ndodhte dhe se ai ndoshta madje do të na falte, sepse ai do të dinte se ne po bënim atë që ishte e nevojshme për të mbrojtur familjet tona, karrierat tona, të ardhmen tonë. Dëshmitari i 9 thot se ai nuk pranoi të ishte pjesë e atij plani. Por ai gjithashtu nuk e zbuloi atë. Dhe kjo jo veprim, ai thot, është diçka që e ka munduar atë për 35 vjet.
Unë nuk e traftova Koplikun drejt për drejt, thot ai. Por duke mos e paralajmëruar atë për atë që po planifikohej, unë isha po aq fajtor sa ata që e traftuan atë. Por çfarë ndodhi me atë plan? Dëshmitari i nënt thot se ai u zbatua pjesërisht. Në javët para shpërthimit të kaosit, disa nga ata që kishin qenë më të afërt me Koplikun filluan të largoheshin nga ai, thot ai. Ata nuk vinin më në takime. Ata nuk I kthyenin telefonatat e tij. Ata filluan të jepnin deklarata publike ku ata distancoheshin nga vendimet që ishin marrë kolektivisht. Dhe Kopliku e pa këtë. Ai e pa se ai po braktisej. Por ai nuk tha asgjë. Ai nuk I akuzoi ata. Ai thjesht vazhdoi të bënte atë që ai besonte se ishte e drejtë, duke ditur se ai po e bënte atë vetëm. Pse Kopliku nuk luftoi kundër kësaj tradhtie? Pse ai nuk I ekspozoi ata që po e braktisnin? Dëshmitari I nënt beson se ai e kuptoi se lufta kundër tyre do të ishte një shpërdorim I energjisë që ai kishte nevojë për të luftuar betejën më të madhe, betejën për të mbrojtur atë që mbetej nga institucionet e vendit. Por ja pyetja që askush nuk e ka bërë kurrë, a ishte Bashkim Kopliku duke planifikuar hakmarrjen e tij? A kishte ai një listë të atyre që e tradhtuan, dhe apo planifikonte ai të zbulonte tradhtinë e tyre në një moment të ardhshëm? Dëshmitari I nënt thot se ai nuk beson kështu. Kopliku nuk ishte njeri I hakmarrjes, thot ai. Ai ishte njeri I drejtësisë, por ai gjithashtu ishte njeri I pragmatizmit. Ai e kuptoi se hakmarrja do të shkaktonte më shumë dëm se sa do të sillte drejtësi. Dhe kështu, ai zgjodhi të lejonte që ata që e tradhtuan të jetonin me fajin e tyre, në vend që të luftonte për të ekspozuar atë faj. Por kjo nuk do të thotë se Kopliku I harroi ata. Dëshmitari I nënt thot se në një nga bisedat e tyre të fundit, Kopliku I tha, unë e di se kush më tradhtoi. Dhe ata e dinë se unë e di. Dhe kjo njohuri është ndëshkimi I tyre, të jetojnë çdo ditë duke ditur se ata zgjodhen mbijetesën personale mbi integritetin, dhe se kjo zgjedhje do t'i përcjell ata deri në fund të jetës së tyre. Kjo ishte hakmarrja e Bashkim Koplikut, jo ekspozimi publik, jo gjyqi, por thjesht njohuri. Njohuri se ata që e tradhtuan do të duhet të jetojnë me atë tradhti, do të duhet të shikojnë në pasqyrë çdo mëngjes dhe të dinë se ata zgjodhen rrugën e lehtë, rrugën e sigurt, rrugën e mbijetesës, në vend të rrugës së vështirë, rrugës së rrezikshme, rrugës së integritetit. Dhe për disa njerëz, kjo njohuri është një ndëshkim më I rëndë se çdo gjykim publik. Dëshmitari I nënt thot se ai ka jetuar me këtë faj për 35 vjet. Çdo herë që unë shoh një fotografi të Bashkim Koplikut, unë kujtoj atë takim ku unë nuk fola, thot ai. Unë kujtoj se unë kisha mundësinë për ta paralajmëruar atë, dhe unë nuk e bëra. Dhe kjo zgjedhje, kjo jo veprim, është diçka që unë do ta mbaj me vete deri në ditën kur unë vdes. Por le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese. Mundësinë që tradhtia ndaj Bashkim Koplikut nuk ishte vetëm një akt I disa individëve të frikësuar, por ishte pjesë e një plani më të madh, një plan për të riorganizuar pushtetin pas shpërthimit të kaosit. Që ata që e tradhtuan Koplikun nuk po vepronin vetëm për mbijetesën e tyre personale, por po vepronin në koordinim me forca të tjera, forca brenda vendit dhe jashtë tij, që shihnin kaosin si një mundësi për të riformuar peizazhin politik në favor të tyre. Nëse kjo është e vërtetë dhe ne nuk kemi prova definitive, por kemi dëshmi të tërthorta, atëherë tradhtia ndaj Koplikut nuk ishte thjesht një akt oportunizmi individual. Ishte një akt politik I orkestruar, një lëvizje në një lojë më të madhe ku Kopliku ishte një pengesë që duhej hequr. Dëshmitari I nënt thot se ai ka dyshime për këtë, por ai nuk ka prova. Ajo që unë e di është se pas largimit të Koplikut, disa nga ata që e tradhtuan atë u ngritën shpejt në pushtet, thot ai. Ata u bën ministra, ambasador, drejtues të kompanive shtetërore. Dhe kjo ngritje e shpejt më bën të mendoj se ndoshta tradhtia e tyre nuk ishte vetëm për mbijetesë, ndoshta ishte për avancim. Ndoshta ata kishin marrëveshje me dikë, premtime se nëse ata do të largoheshin nga Kopliku, ata do të shpërblenin më vonë. A është kjo e vërtetë? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se Bashkim Kopliku, duke zgjedhur të heshë për tradhtinë që ai përjetoi, gjithashtu zgjodhi të mos ekspozoj këtë rrjet më të madh, nëse ai ekzistonte. Dhe kjo zgjedhje, përsëri, na kthehet te pyetja qendrore e gjithë kësaj historie: a ishte heshtja e Koplikut një akt frikacakërie, apo ishte një akt guximi? A ishte ai duke mbrojtur veten, apo ishte ai duke mbrojtur vendin nga një zbulim që do ta shkatërronte atë edhe më shumë? Dëshmitari I nënt mbyll dëshminë e tij me një reflektim personal.
Unë kam menduar shumë për Bashkim Koplikun në këto 35 vjet, thot ai. Dhe sa më shumë që unë mendoj për të, aq më shumë që unë kuptoj se ai ishte një njeri që jetoi në një kohë të gabuar. Ai ishte një teknokrat në një botë që donte populist. Ai ishte një njeri i të vërtetës në një botë që preferonte gënjeshtra të rehatueshme. Ai ishte një njeri i integritetit në një botë ku integriteti ishte një dobësi, jo një forcë. Dhe në fund, ai u shtyp jo nga armiqtë e tij, por nga koha e tij, nga një moment historik që nuk kishte vend për njerëz si ai. A është kjo e vërtetë? Apo është kjo thjesht një mënyrë për të justifikuar tradhtimin që dëshmitari i nënt dhe të tjerët si ai kryen? Ne nuk mund ta gjykojmë. Por ajo që mund të themi është se Bashkim Kopliku, pavarësisht se si ne e gjykojmë atë, jetoi dhe vdiq sipas parimeve të tij. Dhe në një botë ku shumë pak njerëz kanë guximin për ta bërë këtë, kjo vetë është një formë heroizmi, edhe nëse historia nuk e njeh atë si të tillë. Në sejfin personal të një zyrtari të lartë qeveritar u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë mbijetese. 15 emra të njerëzve që duhej të mbronin institucionet kur gjithçka tjetër do të rrëzohej. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur anëtarët e qeverisë pan listën, ata kuptuan, ose ne shpëtojmë shtetin, ose shpëtojmë veten. A ishte plani i tyre një akt heroizmi apo vetëm një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Kjo listë, e cila u zbulua vetëm pas vdekjes së Koplikut, tregon se ai kishte një vizion të qartë për atë që do të ndodhte pas shpërthimit të kaosit. Ai kishte identifikuar njerëzit që kishin aftësitë, integritetin dhe guximin për të mbajtur gjallë atë që mbetej nga shteti kur gjithçka tjetër do të kishte rënë. Por pyetja është, pse ai nuk e zbatoi kurrë këtë plan? Pse ai nuk i aktivizoi këta njerëz? Pse ai nuk u dha atyre udhëzimet që ata kishin nevojë për të vepruar? Dëshmitari i 10, një ish këshilltar ligjor që punoi me Koplikun në vitet e fundit të karrierës së tij, tregon se ai pa këtë listë vetëm një herë, por ajo pamje e ndryshoi mënyrën se si ai e kupton historinë e asaj periudhe. Ishte në fund të shkurtit të vitit 27, thot ai. Kopliku më thiri në shtëpinë e tij private, jo në zyrë, por në shtëpi. Kjo vetë ishte e pazakontë. Kur arrita, ai duke i lodhur, por gjithashtu i qetë, sikur ai kishte marrë një vendim të madh dhe tani po jetonte me pasojat e tij. Kopliku i tregoi dëshmitarit të 10 listën dhe i shpjegoi se çdo emër në atë listë ishte zgjedhur me kujdes. Këta janë njerëzit që mund të rindërtojnë, tha Kopliku. Këta janë njerëzit që nuk janë të korruptuar nga pushteti, që nuk janë të verbuar nga ambicia, që kuptojnë se shteti është më i madh se çdo individ. Këta janë njerëzit që, nëse gjithçka rrëzohet, mund të mbajnë gjallë idenë se Shqipëria mund të jetë një vend normal. Por pastaj Kopliku i tha dëshmitarit të 10 diçka që e shqetësoi thellë. Ai tha se ai nuk do të aktivizonte kurrë këtë plan, kujton dëshmitari i 10. Ai tha se nëse ai do të aktivizonte atë, ai do të krijonte një strukturë paralele pushtetit, dhe kjo do të çonte në luftë civile. Ai tha se sa më mirë të lejonte që sistemi aktual të rrëzohej plotësisht dhe pastaj të linte që një proces natyral i rindërtimit të fillonte, pa ndërhyrjen e tij. Ai tha, nëse unë përpiqem të kontrolloj atë që vjen pas, unë bëhem diktatori i ardhshëm. Dhe unë nuk dua të jem ai. Unë dua që Shqipëria të ketë një shans për demokraci të vërtetë, edhe nëse kjo do të thotë se unë duhet të largohem dhe të lejoj që procesi të zhvillohet pa mua. Kjo ishte vendimi final i Bashkim Koplikut, vendimi për të mos vepruar, për të mos kontrolluar, për të mos u përpjekur të formësoj të ardhmen sipas vizionit të tij. Ishte kjo mençuri apo dorëzim? Ishte kjo besim në demokraci apo humbje e shpresës? Dëshmitari i 10 thotë se ai ka menduar për këtë pyetje për 35 vjet dhe ai ende nuk ka një përgjigje definitive. Ajo që unë e di është se Kopliku besonte se kontrolli i tepërt është po aq i rrezikshëm sa mungesa e kontrollit, thot ai. Ai besonte se nëse ai do të përpiqej të impononte rendin e tij mbi kaos, ai do të krijonte një cikël të ri të autoritetit që do të çonte në të njëjtin vend ku vendi kishte qenë më parë. Dhe kështu, ai zgjodhi të lejonte që kaosi të ndodhte, duke besuar se nga ai kaos do të dilte diçka e re, diçka që ai nuk mund ta parashikonte, por që ndoshta do të ishte më e mirë se çdo gjë që ai mund të kishte krijuar. Por çfarë ndodhi me atë listë? Dëshmitari i 10 thotë se Kopliku ia dha atij dhe i tha, mbaje këtë. Mos ia trego askujt tani. Por nëse një ditë, pas vdekjes sime, ti mendon se koha është e duhur, ti mund ta publikosh. Ose ti mund ta djegësh. Zgjedhja është jote.
Dëshmitari i 10 thotë se ai e ka mbajtur atë listë për 35 vjet dhe ai ende nuk ka vendosur se çfarë të bëjë me të. Disa nga njerëzit në atë listë janë ende gjallë, thot ai. Disa kanë vdekur. Disa kanë pasur karriera të suksesshme. Të tjerë janë tërhequr nga jeta publike. Por të gjithë ata kanë një gjë të përbashkët, ata nuk e dinë se ata ishin në listën e Bashkim Koplikut. Ata nuk e dinë se ai kishte zgjedhur ata si shpresën e fundit të vendit. Dhe unë nuk jam i sigurt nëse ata duhet ta dinë. Pse? Sepse, thot dëshmitari i 10, njohuri se ti ishe në atë listë do të ndryshonte mënyrën se si ti e shikon jetën tënde. Do të bënte të pyesësh, a e përmbush unë atë që Kopliku besonte se unë mund të bëja? A isha unë në lartësinë e besimit që ai më vuri? Apo e shgënjeva unë atë, edhe pa e ditur? Dhe kjo është një barë që unë nuk jam i sigurt nëse dikush duhet ta mbaj, thot ai. Sepse Kopliku nuk i krijoi ata njerëz për t'i bërë heronj. Ai thjesht i identifikoi ata si njerëz që kishin potencialin për të bërë të mirën. Dhe ndoshta është më mirë që ata të jetojnë jetën e tyre pa e ditur se ata ishin pjesë e një plani që nuk u zbatua kurrë. Por ja pyetja që na kthehet përsëri, a ishte Bashkim Kopliku duke bërë të drejtën duke mos e zbatuar këtë plan? Apo ishte ai duke humbur një mundësi të fundit për të shpëtuar vendin nga vite kaosi? Dëshmitari i 10 thotë se ai beson se Kopliku bëri zgjedhjen e vetme që ai mund të bënte me ndërgjegje të pastër. Ai mund të kishte aktivizuar atë plan, thot ai. Ai mund të kishte krijuar një qeveri hije, një strukturë paralele që do të kishte marrë pushtetin kur qeveria zyrtare do të kishte rënë. Por ai e dinte se kjo do të kishte qenë një grush shteti, edhe nëse ai do ta kishte quajtur ndryshe. Dhe ai nuk donte që emri i tij të lidhej me një grush shteti, sepse ai besonte se Shqipëria kishte nevojë për demokraci të vërtetë, jo për një diktator të mirë që do të zëvendësonte një diktator të keq. Kjo ishte filozofia e Bashkim Koplikut, besimi se demokracia, me të gjitha të metat e saj, është më e mirë se autoriteti i mirëdashës. Që është më mirë të lejosh që njerëzit të bëjnë gabime dhe të mësojnë nga ato, se sa tu imponosh atyre një rrugë që ti mendon se është e drejtë. Që është më mirë të heqësh dorë nga kontrolli dhe të besosh në procesin demokratik, edhe kur ai proces është i çrregullt, i ngadalt dhe i dhimbshëm. Kjo ishte trashëgimia e Bashkim Koplikut, jo një vend i shpëtuar nga kaosi, por një vend që kishte mundësinë për të mësuar nga kaosi dhe për të ndërtuar diçka më të mirë. Dhe ndoshta kjo është kontributi më i madh që ai mund të kishte dhënë, jo të shpëtonte vendin, por të lejonte që vendi të shpëtonte veten. Kur pluhuri u ul pas vitit 27, Shqipëria ishte një vend i ndryshuar. Qeveria që kishte qenë në pushtet kishte rënë. Shumë nga ata që kishin qenë në pozicione të larta ishin larguar nga jeta publike, disa me zgjedhje, të tjerë me forcë. Vendi kaloi nëpër vite të vështira rindërtimi, ku çdo institucion duhej të rikrijohet nga e para. Dhe Bashkim Kopliku? Ai jetoi në Durrës, larg reflektorëve, duke kaluar ditët e tij duke ecur përgjatë breakdate-it, duke lexuar, duke menduar. Ai nuk dha intervista. Ai nuk shkroi libra memorialesh. Ai nuk u përpoq të shpjegonte veten. Ai thjesht jetoi duke ditur se historia do ta gjykonte atë pa të gjitha faktet dhe duke pranuar se kjo ishte çmimi që ai duhej të paguante për zgjedhjen që ai kishte bërë. Disa nga ata që e tradhtuan atë u ngritën në pushtet. Të tjerë u tërhoqën në heshtje duke jetuar me fajin e tyre. Dhe disa, shumë pak, vazhduan të luftojnë për atë që Kopliku kishte besuar, një Shqipëri ku ligji funksionon, ku institucionet janë më të forta se individët, ku e ardhmja nuk përcaktohet nga e kaluara. Këta njerëz, shumë prej të cilëve nuk e dinin se ata ishin në listën e Koplikut, bën punën e tyre në heshtje, pa kërkuar lavdi, pa pritur njohje. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe e Bashkim Koplikut, jo njerëzit që ai aktivizoi, por njerëzit që ai frymëzoi pa e ditur, njerëzit që pan në shembullin e tij një mënyrë tjetër për të jetuar, një mënyrë ku integriteti është më i rëndësishëm se suksesi, ku heshtja mund të jetë më e fuqishme se fjalët, ku të bësh të drejtën nuk kërkon gjithmonë që të tjerët ta njohin. Bashkim Kopliku ndërroi jetë në 21 nëntor të vitit 20 në Durrës, qyteti që ai e donte. Rreth tij ishin vetëm familja e tij e ngushtë. Nuk kishte ceremoni shtetërore. Nuk kishte fjalime të mëdha. Nuk kishte tituj nderi. Ai u varros në heshtje, ashtu siç ai kishte jetuar 33 vitet e fundit të jetës së tij. Dhe kur lajmi i vdekjes së tij u përhap, reagimet ishin të përziera.
Disa e kujtuan si ministrin e hekur që kishte vendosur rregull në vitet e kaosit. Të tjerë e kujtuan si politikanin që kishte dështuar të parandalonte katastrofën e vitit 27. Dhe shumë, ndoshta shumica, nuk e kujtuan fare, sepse ai kishte qenë i heshtur për aq kohë sa që një gjenerat e tërë kishte rritur pa i njohur emrin e tij. Por për ata që e njihnin atë, për ata që kishin punuar me të, që kishin dëgjuar paralajmërimet e tij, që kishin parë integritetin e tij, vdekja e tij ishte mbyllja e një kapitulli që nuk ishte shkruar kurrë plotësisht. Ishte fundi i një historie që kishte shumë pyetje dhe pak përgjigje. Ishte mbyllja e një jete që kishte zgjedhur heshtjen mbi zhurmën, integritetin mbi suksesin, mëshirën mbi drejtësinë. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i madh që Bashkim Kopliku na la, se jo çdo histori ka nevojë për një fund të qartë, se jo çdo hero ka nevojë për një statujë, dhe se ndonjëherë kontributi më i madh që një njeri mund të japë është të jetojë sipas parimeve të tij, edhe kur askush nuk po shikon, edhe kur historia nuk do ta njohë, edhe kur çmimi i kësaj zgjedhjeje është të bëhesh një enigmë që askush nuk do ta kuptojë kurrë plotësisht. Por ja pyetja që mbetet, çfarë do të kishte ndodhur nëse Bashkim Kopliku do të kishte folur? Nëse ai do të kishte publikuar ato dokumente që ai mori me vete? Nëse ai do të kishte treguar emrat e atyre që ishin fajtor, të atyre që përfituan, të atyre që tradhtuan? A do të kishte kjo sjell drejtësi? Apo do të kishte sjell vetëm më shumë kaos, më shumë dhunë, më shumë copëtim? Ne nuk e dim. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që Kopliku donte, që ne të mos e dim, që ne të mbetemi me pyetje, që ne të jemi të detyruar të mendojmë për veten tonë se çfarë është më e rëndësishme, e vërteta apo paqja, drejtësia apo stabiliteti, të qenit të drejtë apo të qenit i mençur. Ndoshta ato dokumente që Kopliku mori me vete ende ekzistojnë diku, të fshehura në një sirtar, në një arkiv privat, në duart e dikujt që po pret momentin e duhur për t'i zbuluar. Apo ndoshta ato u dogjën në atë inkinerator nëntoksor, duke u kthyer në hi dhe tym, duke marrë me vete sekretet që ato përmbajnë. Ne nuk e dim. Dhe ndoshta ne nuk duhet ta dim. Sepse ndonjëherë sekretet janë më të fuqishme kur ato mbeten sekrete. Ndonjëherë e vërteta është më e dobishme kur ajo mbetet e panjohur. Dhe ndonjëherë mësimi më i madh që ne mund të mësojmë nga historia nuk është se çfarë ndodhi, por se çfarë mund të kishte ndodhur dhe pse ajo nuk ndodhi. Bashkim Kopliku jetoi dhe vdiq me sekretet e tij. Ai zgjodhi heshtjen mbi zhurmën. Ai zgjodhi enigmën mbi qartësinë. Ai zgjodhi të jetë një pyetje e pambyllur në vend të një përgjigje definitive. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe që ai mund të na lindte, jo përgjigjet, por pyetjet. Jo e vërteta, por mundësia e së vërtetës. Jo drejtësia, por shpresa për drejtësi. Sepse në fund të fundit, historia nuk shkruhet nga ata që dinë gjithçka, ajo shkruhet nga ata që kanë guximin për të jetuar me pyetjet, për të pranuar se ka gjëra që ne nuk do t'i dim kurrë dhe për të vazhduar përpara gjithsesi, duke besuar se e ardhmja mund të jetë më e mirë se e kaluara, edhe kur e kaluara mbetet një mister i pazgjidhur. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dim se ku Bashkim Kopliku ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.